Në prag të vitit të ri, një fëmijë i uritur përballet me të ftohtin përballë një vile plot luks dhe indiferencë. Ajo poshtërohet nga ata që duhet ta mbronin, por një shikim i papritur përshkon heshtjen e dritareve. Ajo që dukej si thjesht një natë e zakonshme, shndërrohet në fillimin e një sekreti që mund të ndryshojë gjithçka. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Në natën e Krishtlindjes, e gjithë rruga dukej më e ftohtë se zakonisht. Shtëpitë e ndriçuara shfaqnin kurora të përsosura, të qeshura të mbytura dhe erë ushqimi të mirë që përshkonte portat e mbyllura. Tirana merrte frymë me atë magjin kontradiktore që vetëm qytetet e mëdha din ta krijojnë, nga njëra anë bollku i tepruar, nga tjetra mungesa që dhem si plag e hapur. Ishte në këtë skenar që një vajzë 5 vjeçare, tepër e vogël për të mbajtur kaq shumë guxim, ndaloi para një vile të pamas në zonën e bllokut. Nga ato që duket se nuk e zën vendin në lagje edhe kur lagja është e përbërë vetëm nga shtëpi të mëdha. Fustani roz e kishte humbur shkëlqimin prej kohësh, i njollosur nga pluhuri dhe shiu. Flokët i kishte të shpupuritura dhe duart, të kuqe nga i ftohti, i dridheshin jo vetëm nga uria, por edhe nga frika se do ta përzinin sërish. Ajo mori frymë thellë, sikur po provonte një kërkesë që ja kishte bërë botës shumë herë dhe i ra ziles. Porta u hap me ngadalësinë e dikujt që vendos nëse ja vlen të shikojë dik jashtë. Një roje sigurie u shfaqi pari, uniform e patëmet, radio e kapur në shpatull, shprehje e lodhur e fundit të turnit. Iliri, siç shkruhej në etiketën e emrit, e shikoi vajzën nga kokat e këmbët dhe, para se ajo të fliste, lëshoi një të qeshur të shkurtër, tallse, një të qeshur që nuk ishte vetëm e tija. Por e një sistemi të tërë që ishte mësuar ta konsideronte normale që dikush kaq i vogël të ishte vetëm në rrugë. I humbe familjarët, E pyeti ai, si dikush që komenton motin. Vajza e gëlltiti pështymën. Krenaria ishte e vetmja gjë që ajo ende përpiqej ta mbronte, por uria rrëzon edhe muret e të rriturve. Zotëri, doja vetëm një pjatë, një copë bukë, çfarëdo qoftë, zëri i doli i hollë, pa forcë, por mjaftueshëm i prerë për të mos tingëlluar si shaka. Roja qeshi me të madhe, tani me kënaqësi. Tregoi me gisht dekorimet, sikur skena të ishte një spektakël. Shiko, tani Krishtlindjet u bën restorant? Shko lyp në një shtëpi tjetër. Këtu nuk është vend për këtë. Dhe atëherë ai bëri atë që zakonisht e thyen një njeri për brenda, i tërhoqi vëmendjen një punonjësi tjetër, i kërkoi të shite të rene e fundit, sikur ajo fëmijë të ishte një shaka për të lehtësuar natën. Vajza uli kokën, duke ngulur syt në tokë, duke u përpjekur të mos qante, sepse të qante, për të ishte të harxhonte energji. Vetëm se ajo nuk e dinte që, pas dritareve të mëdha të vilës, kishte sy që nuk ishin aq të shpërqendruar me festën. Brenda, shtëpia gumëzhinte nga muzika e lehtë, gotat që trokisnin dhe një tryez që dukej si skenë reviste, gjeldeti, ëmbëlsira, fruta, pjata që askush aty brenda nuk u ambante mend çmimin. Në qendër të gjithçkaje, Artan Basha, i zoti i shtëpisë, një biznesmen i njohur si ashpër, i mbyllur, në mënyrë të patëmet i kontrolluar, qarkullonte si mikpritës nga detyrimi. Ai u buzëqeshte të ftuarve, por buzëqeshja nuk i arrinte në sy. Që nga një humbje e vjetër, ai mësoi të jetonte sikur të ndjeje ishte e rrezikshme. Krishtlindjet për të ishin më shumë një ngjarje shoqërore sesa një përqafim. Në moshën 48 vjeçare, Artani ndërtoi një perandori në sektorin e ndërtimit. Ndërtesa në të gjithë Tiranën mbanin firmën e tij diskrete. Parat nuk ishin kur problem, por paqja ishte gjithmonë e rrallë. I veprej gati 6 vitesh, ai e shndërroi dhimbjen në punë dhe punën në mur. Vajza e tij e vetme, Elira, tani 23 vjeçe, studionte arkitekturë në Rom dhe rrallë kthehej në shtëpi. Bisedat mes babait dhe bijes ishin të përzemërta, por të largëta, sikur të dy të kishin nënshkruar një marrëveshje të heshtur për të mos lënduar njëri tjetrin duke u përpjekur të afroheshin. Në festën e kësaj nate, Artani përshëndeste biznesmen, politikan, miq që nuk ishin tamam miq, vetëm të njohur të dobishëm. Mes tyre, kushëriri i tij Genci, një burr 45 vjeç që gjithmonë kishte qenë pranë kur kishte diçka për të fituar. Genci punonte në kompani, mbante një post të rëndësishëm, por të gjithë e dinin se mbiemri peshonte më shumë se kompetenca. Ai qarkullonte nëpër sallon me atë ajrin e dikujt që ndihet pronari i gjithçkaje, duke komentuar me zë të lartë, duke qeshur tepër, duke bërë çmos t'u kujtonte të gjithëve se ishte familje.
Pranti, Valbona, ekonomia e vilës, një grua 52 vjeçare, e ngurtë si Çeliku, që komandonte shtëpinë me dorë të hekur që kur gruaja e Artanit ishte ende gjallë. Valbona njihte çdo cep të asaj prone, çdo sekret të ruajtur në sirtar, çdo fjalë të pathënë në korridore. Ajo mbronte rendin e shtëpisë si dikush që mbron një mbretëri, dhe çdo kërcënim ndaj këtij rendi eliminohej me efikasitet të heshtur. Deri kur, pa dashje, Artani dëgjoi të qeshurën jashtë. Ishte një tingull jashtë notave. Një e qeshur agresive që nuk përputhej me këngët e Krishtlindjeve. Artani ndaloi në mes të sallonit dhe, në një refleks, eci drejt dritares. Perdja ishte gjysmë e hapur dhe shkëlqimi i dritave të portës vizatonte hije në kopsht. Ai e pa. E pa vajzën. E pa madhësinë e saj para portës. E pa rojen duke u tallur. E pa gjestin e përbuzjes. Dhe pa, kryesisht, qëndrimin e atij fëmije që përpiqej të mos shkërmoqej, sikur të ishte mësuar tashmë të trajtohej si bezdi. Për një sekond, i gjithë salloni u zhduk. Dora e Artanit shtrëngoi fort pëlhurën e perdes. Ai nuk ishte njeri i impulseve, por diçka në atë sken i përshkoi armaturën si një te i heshtur. Kishte diçka te ajo vajzë, diçka që ai nuk mund ta emërtonte, por që e tërhiqte me një forcë të pashpjegueshme. Dhe, kur ai u largua nga dritarja, nuk po ecte, ishte i vendosur. Ajo që askush nuk priste ishte se, në vend që të urdhëronte të zgjidhnin çështjen siç ndodh gjithmonë me njerëzit e pasur, ai vetë shkoi te dera kryesore. Muzika vazhdoi të luajë brenda, të ftuarit as nuk e vunë re mikpritësin që po zhdukej, por punonisit e vunë re. Valbona, me kostumin e saj të zi të patëmet dhe flokët e mbledhur në një topuz të rrept, u përpoq të ndërhynte me një shikim që thoshte kjo nuk është e përshtatshme. Kujtimi, asistenti personal i Artanit, një njeri i përpikt që jetonte i shqetësuar për imazhin e shefit, u afrua shpejt, duke përshpëritur diçka për ekspozimin dhe rrezikun. Edhe Genci, duke mbajtur një gotë shampanjë, komentoi me zë të ulët se të varfrit sjellin probleme. Artani nuk ju përgjigj askujt. Kur dera u hap, drita e ngrohtë e vilës u derdh në trotuar sikur shtëpia të merrte frym. Iliri, roja, ende duke buzëqeshur, u kthye gati për të pozuar para shefit, por shpreha e Artanit nuk ishte e dikujt që erdhi për të vërtetuar poshtërimin. Ishte e dikujt që erdhi për të ndërprerë një krim të padukshëm. Çfarë po ndodh këtu? Zëri i tij doli i ulët, por therrës si xham i thyer. Roja, i zënë në befasi, u përpoq të qeshte sërish, tani nervoz. Ah, doktor Artan, është vetëm një vajzë e vogël që lyp ushqim. Doja ta përzija, ju e dini si është, po t'u japësh dorën, të marrin krahun. Artani e shikoi pa u nxituar. Një shikim që, në vetvete, ishte tashmë ndëshkim. Të duket për të qeshur? E pyeti ai, me tepër qetësi. Roja belbëzoi. U përpoq të justifikohej, të thoshte se ishte procedura, se po të bësh përjashtime bëhet rëmuj, se ka njerëz që përfitojnë. Fjalë të gatshme, të përsëritura nga ata që janë mësuar të çnjerëzojnë për të punuar. Artani atëherë u ul derisa arriti në lartësinë e vajzës, sikur e gjithë bota të mund të priste, dhe vetëm ajo të kishte rëndësi në atë çast. Vajza ngriti syt ngadalë. Fytyra ishte e ndotur, por syt ishin të vjetër. Syt të dikujt që kishte parë shumë herët. Si e ke emrin? E pyeti ai dhe pastaj e korrigjoi veten, duke kujtuar se si pyetjet mund të lëndojnë. Jo, lëre. Më thuaj vetëm, je vetëm? Ajo hezitoi, sikur e vërteta të ishte e rrezikshme. Unë nuk kam ku të shkoj, rrëfeu. Sot të gjithë han. Unë doja vetëm, pak. Të fle pa më dhëmbur këtu. Dhe tregoi barkun me një thjeshtësi shkatëruese. Artani mbylli syt për një sekondë. Nuk ishte mëshirë, ishte kujtim. Një kujtim që ai e mbante të varrosur dhe që u kthye i plot atë natë. Valbona u shfaq pas tij, e ngurtë, me atë zërin që nuk pranonte kundërshtim. Doktor Artan, nuk është e sigurt. Shtëpia është plot me të ftuar, njerëz të rëndësishëm. Kjo mund të shkaktoj siklet. Kujtimi, asistenti, përshpëriti diçka për kamerat, për mënyrën se si shtypi mund ta shtrembëronte, për mënyrën se si kjo mund të kthehej në skandal në rrjetet sociale. Genci, më prapa, lëshoi një koment helmues që preu ajrin, do fusësh lypse brenda për Krishtlindje? Çfarë shembulli, kushëri?
Dhe atëherë erdhi kthesa e parë e madhe. Artani jo vetëm që i injoroi të gjithë, por bëri diçka të paimagjinueshme për atë njeri të njohur për kontrollin e çdo detaji të jetës së tij. Ai u ngrit, e shikoi Ilirin drejtë në sy dhe tha, mjaftueshëm lart që punonisit që po afroheshin ta dëgjonin, je i pushuar nga puna. Iliri u përpoq të argumentonte, zëri duke iu ngritur në dëshpërim. U përpoq të thoshte se punonte aty prej vitesh, se gjithmonë kishte zbatuar urdhrat, se vetëm po bënte punën e tij. Por fjala i pushuar ra si kamban në natën e ftohtë. Dhe aty, para portës, Artani ekspozoi të vërtetën që askush nuk donte ta pranonte. Nuk bëhej fjalë për një fëmijë që lypte ushqim, bëhej fjalë për llojin e njerëzve që shtëpia vendoste të ishte. Kthesa e dytë erdhi menjëherë pas, kur ai hoqi xhaketën e tij, një pallto leshi italian të shtrenjtë, dhe ia vuri mbi supet vajzës. Ajo u shtang, e çuditur nga një gjest i butë, sikur përkëdhelja të ishte diçka e ndaluar. Ti do të hysh brenda, tha ai. Unë nuk mundem, jam e ndotur, murmuriti ajo, me turp. Këtu brenda ka ujë. Ka peshqir. Ka ushqim. Dhe, mbi të gjitha, ka tepër njerëz për të lejuar që një fëmijë të flejë i uritur jashtë, u përgjigj ai, dhe kjo nuk tingëlloi si një frazë e bukur. Tingëlloi si një vendim jete. Kur ai e çoi brenda, duke i mbajtur lehtë dorën e saj të vogël e të akullt, e gjithë vila dukej se mbajti frymën. Të ftuarit në sallon kthyen kokën. Disa e shikuan me një neveri të keqfshehur. Të tjerë me një kuriozitet morbid. Të tjerë me atë altruizmin e rrem të atyre që preken, por nuk afrohen. Genci bëri çmos të komentonte mjaftueshëm lart për t'u dëgjuar, gjithmonë e kam ditur se kushëririt tim i mungonte një vil. Tani jam i sigurt. Valbona u përpoq ta zgjidhte shpejt me atë efikasitetin e akullt që e zotëronte aq mirë. Ajo u afrua, duke u përpjekur ta çonte vajzën në pjesën e pasme të shtëpisë, në zonën e shërbimit, larg syve të të ftuarve, sikur varfëria të ishte një papastërti që njollos mermerin italian. Por Artani e kapi krahun e ekonomes me vendosmëri. Ajo do të hajë në kuzhinën kryesore. Dhe do të bëj dush në një nga dhomat e miqve. Përgatit gjithçka. Valbona hapi gojen për të protestuar, por diçka në shprehjen e Artanit e bëri të tërhiqej. Ajo vetëm tundi kokën në shenjë pohimi, buzët e holla duke formuar një vi mosaprovuese, dhe u largua me hapa të shpejt dhe të irrituar. Vajza u çua në kuzhinën e madhe të vilës, një hapësirë që më shumë i ngjante një studioje dizajni, e gjitha e bardhë dhe me çelik inox. Tefta, kuzhinierja, një zonjë 60 vjeçare me zemër të butë dhe duar të kallojzuara nga brumosja e bukës, hapi syt kur pa fëmijën. Ndryshe nga të tjerët, ajo nuk hezitoi. Thjesht mori një pjatë, e mbushi bujarisht dhe ia vuri përpara vajzës me një buzëqeshje të sinqertë. Ha ngadalë, bia ime. Ushqimi nuk do të ikë. Vajza hante ngadalë, por jo nga këshilla. Hante si dikush që ka frikë se ushqimi do të mbarojë nëse ha shpejt, duke shijuar çdo kafshat sikur të ishte e fundit e jetës. Duart e saj të vogla dridheshin duke mbajtur takëmet, dhe her pas here ngrinte syt, sikur priste që dikush t'ia rrëmbente pjatën në çdo moment. Ndërkohë, në sallon, festa vazhdonte, por atmosfera kishte ndryshuar. Të ftuarit pëshpërisnin. Artani ishte zhdukur sërish dhe thashë themet qarkullonin, ishte çmendur, po kalonte një krizë, kjo ishte diçka e dikujt që nuk e kishte kaluar humbjen e gruas. Genci përfitonte për të mbjellë farat e dyshimit, duke komentuar me biznesmen të rëndësishëm se ndoshta ishte koha të vijej në dyshim nëse Artani kishte ende aftësinë për të drejtuar bizneset me qartësi. Por kishte dikë që ishte edhe më i shqetësuar se të gjithë të tjerët. Petriti, kopshtari i vilës, një burr i thjesht 65 vjeçar që punonte aty prej më shumë se 20 vitesh, e kishte parë vajzën nga afër kur ajo hyri. Ai po rregullonte bimët në hollin e hyrjes, dhe kur drita e llambadarit i ndriçoi fytyrën e saj të vogël, Petriti u zbe. Duart e tij, të forta nga gërmimi i tokës, filluan të dridheshin. Ai lëshoi ujitsen, gati duke e rrëzuar, dhe doli në kërkim të Artanit, zemra i rrite në mënyrë të çrregull. E gjeti në korridorin që të çonte në kuzhinë, duke vëzhguar vajzën nga larg, sikur të mos mund të largohej. Doktor Artan, filloi Petriti, zëri i ulët dhe urgjent. Më duhet të flas me ju. Bëhet fjalë për vajzën. Artani u kthye, duke rrudhur vetullat. Çfarë ka ajo? Petriti gëlltiti pështymën, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Unë e njoh atë fëmijë.
do me thënë nuk e njoh atë, por, doktor, ajo i ngjan shumë, ai ndaloi, sikur fjalët të ishin tepër të rrezikshme për t'u thënë me zë të larë. Kujt i ngjan, Petrit? Pyeti Artani, zëri duke ju tensionuar. Kopshtari shikoi përreth, duke u siguruar se ishin vetëm. Zonjës Besa, doktor. Ka të njëjtët sy. Të njëjtën mënyrë të anuarit të kokës kur friksohet. Unë kam punuar këtu kur zonja Besa ishte gjallë. Mbaj mend çdo detaj. Dhe kjo vajzë, ajo është fytyra e saj kur ishte fëmijë. Artani ndjeu se toka po i ikte nga këmbët. Besa. Gruaja e tij e ndjerë. Gruaja që e deshi me një intensitet që ende i dhimbte, edhe pas 6 vitesh. Gruaja që iku aq papritur, aq befas, duke lënë një boshllëk që asgjë nuk e mbushi kurrë. Po thua se, Artani u përpoq të formonte pyetjen, por fjalët i ngatëroheshin. Po them se kjo vajzë mund të ketë ndonjë lidhje me familjen e zonjës Besa, doktor. Dhe, Petriti hezitoi, duke ulur zërin edhe më shumë, ka edhe diçka tjetër. E pash zonjën Valbona duke rëmuar në dhomën e miqve ku do të qëndroj vajza. Ajo po kërkonte diçka, ose po fshite diçka. Nuk e di. Por mu duk e çuditshme. Artani ndjeu një val nxehtësi e tij. Ngjitej në gjoks. Nuk ishte ende zemërim, ishte diçka më primitive, një instinkt mbrojtës që ai nuk e dinte se e kishte ende. Ai u kthye në kuzhinë, shtyu derën ngadalë dhe vëzhgoi vajzën. Ajo kishte mbaruar së ngrëni dhe tani bisedonte me zë të ulët me teftën, e cila po i pastronte me kujdes fytyrën e saj të ndotur me një peshqir të lagur. Si të quajnë, e dashur? Pyeti Artani, zëri i doli më i butë se sa i imagjinonte të ishte në gjendje. Vajza e shikoi me ata sy të mëdhenj, ende mos besues. Sofia, tha ajo. Emri im është Sofia. Sofia, përsëriti Artani, dhe në një farë mënyre, ai emër tingëlloi një orë, si një jehon e diçkaje që e kishte dëgjuar më parë, në një jetë tjetër. Dhe kush kujdesej për ty, Sofia? Ke familje? Vajza uli syt, gishtat e vegjël luanin me cepin e fustanit të ndotur. Halla Helena kujdesej për mua. Por ajo duhej të ikte. Tha se nuk mund të më mbante më pranë. Tha se ishte e rrezikshme. E rrezikshme? Artani ndjeu një të dridhur. E rrezikshme si? Sofia ngriti supet, zëri duke ju bërë edhe më i ulët. Nuk e di. Por para se të ikte, më dha një letër. Më tha ta ruaja mirë. Tha se një ditë do të më duhej. Artani u ul në gjunjë para saj. E ke ende atë letër? Sofia hezitoi, duke shikuar përreth sikur të kishte frikë se do ta kapnin duke bërë diçka të gabuar. Pastaj, ngadalë, futi dorën në xhepin e grisur të fustanit dhe nxori një copë letër të shubravitur dhe të ndotur. Ja zgjati Artanit me të dyja duart, si dikush që dorëzon një thesar. Artani e shpalosi letrën me kujdes dhe ajo që lexoi aty bëri që bota e tij të ndalonte së rrotulluari. Ishte një certifikat lindjeje. Një certifikat pjesërisht e grisur me disa të dhëna të fshira, por me informacion të mjaftueshëm për t'i bërë zemrën të rritë fort. Emri i nënës ishte i palexueshëm, por kishte një shënim me dorë anash, me një kaligrafi që ai e njihte shumë mirë. Besa, kujdesu për këtë fëmijë. Ajo është pjesë e jotja, edhe pse ti nuk e ke ditur kurrë. Duart e Artanit dridheshin. Ai i lexoi dhe rilexoi ato fjalë, duke u përpjekur të përpunonte të pamundurën. Besa. Gruaja e tij. Si mund të ishte e përfshirë në këtë? Cili fëmijë ishte ky? Çfarë sekreti kishte mbajtur gruaja e tij? Dhe atëherë një kujtim u kthye, i qartë dhe i dhimbshëm. 6 muaj para se Besa të ndërronte jetë, ajo ishte bërë e çuditshme, e largët. Thoshte se ishte e lodhur, se kishte nevojë për kohë. Udhëtoi vetëm për në Korçë, në një fshat të vogël që ajo kur nuk e shpjegoi mirë pse donte ta vizitonte. Qëndroi atje për 2 javë. Kur u kthye, ishte ndryshe, më e heshtur, duke mbajtur një peshë të padukshme. Artani u përpoq ta pyeste, por ajo gjithmonë shmangej, gjithmonë premtonte se një ditë do t'i tregonte. Ajo ditë nuk erdhi kurrë. Artani ngriti syt nga Sofia dhe tani shite jo vetëm një fëmijë të braktisur, por një mister që lidhej me gruan që ai e deshi më shumë. Dhoma dukej se po rrotullohej. Papritur, ajo vajzë nuk ishte thjesht dikush që kishte nevojë për ndihmë. Ajo ishte një çelës.
Një çelës për një derë që Artani as nuk e dinte se ekzistonte. Jashtë, në salon, festa vazhdonte. Por në zemër të asaj vile, një e vërtet filloi të dilte në sipërfaqe, e rrezikshme dhe e pashmangshme. Dhe ndërsa Artani mbante atë letër në duar duke ndier peshën e zbulimeve që ende do të vinin, ai nuk e dinte se dikush tashmë kishte parë atë që ai kishte parë. Dikush që tani do të bënte gjithçka që ajo letër të zhdukej. Valbona qëndronte në hijen e korridorit, sytë e ngulur te Artani dhe vajza, fytyra e zbetë si shkumës. Ajo e kishte parë letrën. Kishte parë reagimin e tij. Dhe tani, me nxitim, nxori celularin nga xhepi dhe shkroi një mesazh të shpejtë për një numër pa emër. Ajo është këtu. Ai e pa dokumentin. Duhet të veprojmë shpejt. Përgjigjja erdhi në sekonda, bëj atë që është e nevojshme. Ai fëmijë nuk mund të qëndrojë. Valbona e futi celularin në xhep, mori frym thellë dhe u kthye në salon me fytyrën e kontrolluar në mënyrë të patëmet, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por për brenda, ajo e dinte, lufta kishte filluar. Dhe në këtë luftë, Sofia ishte çmimi që askush nuk mund ta humbiste. Agimi erdhi ngadalë, sikur të kishte frikë të zgjonte sekretet që nata e Krishtlindjeve kishte zbuluar. Vila, më parë e zhurmshme nga muzika dhe zërat e derur nga shampanja, tani merrte frym në një heshtje të rëndë, nga ato që duket se ruajnë rrëfime të pathëna. Të ftuarit e fundit ishin larguar prej orësh, duke lënë pas gota bosh, peceta të zhubravitura dhe komente dashakeqe që ende jehonin nëpër korridore si fantazma të padukshme. Artani nuk kishte fjetur. As nuk u përpoq. E kaloi të gjithë agimin i mbyllur në zyrë, me certifikatën e lindjes së Sofis mbi tavolinë, të ndriçuar nga drita e ftohtë e abazhurit. Ai e lexoi atë letër aq shumë herë sa tashmë e dinte përmendësh çdo presje, çdo njoll, çdo fjalë që dukej se ishte shkruar me nxitim, si dikush që kishte frikë se do të zbulohej. Kaligrafia e Besës ishte aty, e prerë por drithëruese në të njëjtën kohë, sikur ajo ta kishte mbajtur stilolapsin me frikën e asaj që po shkruante. Besa, kujdesu për këtë fëmijë. Ajo është pjesë e jotja, edhe pse ti nuk e ke ditur kurrë. Ato fjalë nuk kishin kuptim. Ose kishin tepër kuptim, dhe Artani thjesht nuk donte të pranonte atë që ato sugjeronin. Besa kishte ruajtur një sekret. Një sekret mjaftueshëm të madh që dikush, tani, të përpiqej të fshinte gjurmën. Por kush? Dhe pse? Artani u ngrit, muskujt i dhimbnin nga tensioni dhe eci drejt dritares. Jashtë, kopshti ishte i mbuluar nga një vesë e akull që shkëlqente nën dritat e shtyllave. Gjithçka dukej e qetë, por ai e dinte se qetësia ishte një gënjeshtër. Valbona kishte vepruar tepër shpejt natën e kaluar. Shikimi i saj kur pa letrën, mënyra se si u largua pa thënë asgjë, por me gjithçka të shkruar në fytyrë. Ajo dinte diçka. Dhe më keq, ajo po mbronte dig. Artani mori telefonin dhe i ra kujtimit asistentit të tij. Ishte ora 5 e mëngjesit, por kjo nuk kishte rëndësi. Zëri i përgjumur dhe i irrituar i kujtimit u përgjigj në zilën e tretë. Doktor Artan? Ka ndodhur diçka? Dua të hetosh një person, tha Artani, pa u endur. Helena. Nuk kam mbiemër, por ajo kujdesej për Sofin, vajzën që solla në shtëpi dje. Dua të di kush është ajo, ku banon, me kë shoqërohet. Dhe, kujtim, ai bëri një pauzë, bëhu diskret. Nuk dua që askush ta di se po kërkoj. Kujtimi hezitoi në anën tjetër të linjës. Doktor, me gjithë respektin, jeni i sigurt se doni të përfshiheni në këtë? Domethënë, vajza u shfaq nga hiçi, pa dokumente, pa asgjë. Mund të jetë një kurth. Ka njerëz që përdorin fëmijë për të bërë mashtrime njerëzve të pasur. Ju e dini këtë. Artani mbylli syt, duke marrë frym thellë për të kontrolluar irritimin. Nuk të kërkova mendimin tënd, kujtim. Të kërkova një hetim. Mund ta bësh apo duhet të kërkoj dikë që mundet? Linja mbeti në heshtje për 2 sekonda të gjata. Do ta bëj, doktor. Më jep kohë deri në fund të ditës. Artani e mbylli telefonin pa u përshëndetur dhe u kthye te tavolina. Hapi sirtarin anësor dhe nxori një foto të vjetër, të ruajtur në një zarf të zverdhur nga koha. Ishte një foto e Besës, e bërë në një pasdite të zakonshme, gjatë një udhëtimi që ata kishin bërë në Gjirokastër. Ajo ishte me shpinë, duke shikuar horizontin, era i shpupuriste flokët gështeni.
Artani gjithmonë e kishte dashur atë foto sepse kapte diçka që Besarall e tregonte, një melankoli të thellë, sikur ajo të mbante gjithmonë një peshë të padukshme. Ai kur nuk e kuptoi atë peshë. Tani, duke parë Sofin që flinte në dhomën e miqve në katin e sipërm, ai pyeste veten nëse më në fund ishte afër zbulimit. Sofia ishte vendosur në një nga dhomat më të bukura të shtëpisë, me krevat dopjo, jorgan me pupla dhe një pamje të mrekullueshme nga kopshti. Tefta, kuzhinierja, kishte këmbëngulur t'i bënte dush personalisht, me një delikatesë amësore që e bëri vajzën të relaksohej për herë të parë. Pas dushit, e veshur me një pijame të improvizuar të bërë nga një bluzë e vjetër e Elirës që Tefta e gjeti në një dollap, Sofia kishte rënë në gjumë pothuajse menjëherë, sikur trupi më në fund të kishte leje për të pushuar. Por edhe duke fjetur, Sofia dukej vigjilente. Vetullat e rrudhura, duart e vogla të mbyllura grusht, sikur të mbrohej nga diçka edhe në ëndra. Artani u ngjit ngadalë shkallëve, hapat e mbytur nga tapeti persian, dhe ndaloi te dera e dhomës. E shtyu derën lehtë dhe qëndroi aty, vetëm duke vëzhguar. Sofia flinte anash, e mbledhur si një këlysh i frikësuar. Ai ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit, një butësi të çuditshme që nuk e ndjente prej vitesh. Që kur Elira u rrit dhe u largua, që kur Besa iku, Artani kishte harruar si ishte të kujdeseshe për dik në mënyrë të pakushtëzuar. Dhe atëherë, në një impuls që nuk e planifikoi, Artani hyri në dhomë, tërhoqi një karrige dhe u ul pranë krevatit. Qëndroi aty, vetëm duke vëzhguar frymëmarrjen e qetë të Sofis, dhe për herë të parë në 6 vjet, ai qau. Qau në heshtje, pa dënese, vetëm lodh që rridhnin rënd në përfytyrë. Qau për gruan që humbi. Qau për vajzën që u largua. Qau për të gjitha vitet që kaloi duke ndërtuar mure në vend të urave. Dhe qau sepse, në një farë mënyre të pashpjegueshme, ajo vajzë kishte zgjuar tek ai diçka që ai ishte betuar se nuk do ta ndjente më kurrë, shpresën. Kur dielli më në fund lindi, duke pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli dhe roz, Artani ishte ende aty, ulur pranë Sofis. Ajo u zgjua ngadalë, sytë duke u hapur të hutuar, sikur të mos dinte ku ishte. Kur pa Artanin, u shtang për një çast, por pastaj ai buzëqeshi, një buzëqeshje e lodhur por e sinqertë, dhe ajo u relaksua. Mirëmëngjes, Sofia, tha ai butësisht. Mirëmëngjes, zotëri, u përgjigj ajo, zëri ende i ngjirur nga gjumi. Mund të më quash Artan. Sofia tundi kokën në shenjë pohimi, por kishte hezitim aty, sikur emrat të ishin gjëra tepër intime për t'u ndarë kaq shpejt. Dëshiron të hash mëngjes? Pyeti Artani. Sytë e Sofis shkëlqyen, por ajo e përmbajti entuziazmin, sikur të shfaqte dëshirë ishte e rrezikshme. Mundem? Mundesh. Dhe sot nuk ke nevojë të kërkosh leje për asgjë, në rregull? Këtu je e sigurt. Sofia e shikoi me ata sy të mëdhenj dhe të vjetër, dhe për herë të parë, një buzëqeshje e vogël, pothuajse e padukshme, u shfaq në cepin e gojës së saj. Në katin e poshtëm, kuzhina ishte tashmë në lëvizje. Tefta përgatiste mëngjesin me kujdesin e zakonshëm, bukë të ngrohta, kek shtëpie, fruta të freskëta, lëngje natyrale. Por atmosfera nuk ishte festive. Valbona ishte ulur në tryezën e kuzhinës, duke pirë kafen e saj të zezë pa sheqer, fytyra e mbyllur si një derë e kyçur. Ajo nuk kishte fjetur mirë, dhe kjo ishte e dukshme në rrafët e zinj diskret që grimi nuk arrinte t'i fshihte plotësisht. Petriti, kopshtari, hyri nga dera e pasme, duke mbajtur një kuti veglash. Ai e përshëndeti Teftën me një lëvizje koke, por kur pa Valbonën, hezitoi. Kishte diçka në ajër, një tension elektrik që i bënte të gjithë të ndiheshin në siklet. Mirëmëngjes, zonja Valbona, tha Petriti, vetëm për edukat. Valbona ngriti syt, dhe shikimi që i hodhi kopshtarit mund të ngrinte ujin. Petrit. Shpresoj që ke mësuar të jesh diskret pas kaq shumë vitesh pune këtu. Petriti rudhi vetullat. Gjithmonë kam qenë diskret, zonja Valbona. Ju e dini këtë. Atëherë vazhdo të jesh, tha ajo, zëri i ulët por i mpreth si te. Sidomos për vajzën. Nuk e di çfarë i the doktor Artanit dje, por shpresoj të ketë qenë vetëm një vëzhgim i rastësishëm. Asgjë më shumë. Petriti ndjeu gjakun t'i nxehej. Ai ishte njeri i thjesht, por jo budalla. Dinte ta njihte kërcënimin kur e dëgjonte. Unë thash vetëm atë që pash, zonja Valbona. Dhe ajo që pash mu duke rëndësishme. Valbona u ngrit duke lënë filxhanin mbi tryezë me një zhurmë të thatë.
E rëndësishme apo jo, kjo shtëpi ka një rend. Dhe ky rend duhet të mbahet. Shpresoj ta kuptosh këtë. Ajo doli nga kuzhina pa pritur përgjigje, takat I rrinin fort në dyshemen prej porcelani. Tefta lëshoi një pëshertim të gjatë, duke tundur kokën. Kjo grua po fsheh diçka të shëmtuar, Petrit. Unë punoj këtu prej 15 vitesh dhe kur nuk e kam parë kaq nervoze. Petriti tundi kokën në shenjë pohimi I menduar. Pikërisht. Dhe vë bast se ka lidhje me vajzën. Epe si e shikoi doktor Artani? Duket si kur pa një fantazmë. Ose më keq, duket si kur pa dikë që e nje. Në atë moment, Artani hyri në kuzhinë me Sofin pranë. Vajza kishte veshur të njëjtën robë të improvizuar të natës së kaluar, por fytyra ishte e pastër, flokët të krejur dhe kishte diçka ndryshe tek ajo, një dinjitet të heshtur që uria dhe braktisja nuk kishin arritur t'ia vidhnin. Tefta buzëqeshi gjerë dhe filloi menjëherë të mbushte një pjath. Ulu këtu, bukuroshja ime. Sot do të hash derisa të mos të zërë më asgjë në atë barkun tënë. Sofia ul ngadalë, ende e çuditur nga trajtimi I bull. Artani ul pranë saj dhe për herë të parë në vite, hëngri mëngjes pa lexuar gazetë, pa kontrolluar emaile, pa menduar për biznes. Vetëm vëzhgonte Sofin duke zbuluar shijen e byrekut me djathë të ngrohtë, të kekut të shtëpisë, të lëngut të portokallit të shtrydhur në çast. Të pëlqen? E pyeti ai. Sofia tundi kokën me entuziazëm, goja tepër e mbushur për të folur. Ishte në atë moment që Genci hyri në kuzhinë, I veshur me rroba palestre të shtrenjta, flokët të krejur në mënyrë të patëmet edhe në atë orë të mëngjesit. Ai ndaloi te dera, shikoi Artanin dhe Sofin dhe lëshoi një të qeshur të shkurtër e tallse. Uau, kushëri. Nuk e dija se ishe bërë punonjë social. Artani ngriti syt, shpreha duke ju ashpërsuar. Mirëmëngjes, Genci. Genci injoroi tonin e akull dhe vazhdoi duke hedhur kafe në një filxhan. E di, po mendoja. A mendon vërtet se kjo është një ide e mirë? Të sjellësh një vajzë nga rruga brenda në shtëpi? Ne nuk dim asgjë për të. Mund të ketë sëmundje, mund të përdoret nga dikush për të mashtruar. E ke menduar këtë? Artani mori frym thellë duke kontrolluar irritimin. E kam menduar. Dhe kam vendosur se do ta ndihmoj në çdo mënyrë. Genci qeshi duke tundur kokën. Gjithmonë ke qenë kokfort, Artan. Por kokfortësia dhe budallallku ndonjëherë ecin bashkë. Vetëm shpresoj të mos pendohesh. Dhe atëherë, para se të largohej, Genci I hodhi një shikim Sofis, një shikim të ftohtë dhe llogaritës, sikur po vlerësonte një kërcënim. Sofia u mblodh në karrige, piruni I ndaloi në mes të rrugës. Artani e vuri. Re. Dhe diçka brenda tij u ndes, një zemërim që ai nuk e dinte se ishte ende në gjendje ta ndjente. Ai u ngrit, karrigia gërvishti dyshemen me zhurmë. Genci. Një fjalë. Genci u kthye, vetulla e ngritur. Fol. Jashtë. Të dy burrat dolën në kopsht dhe tensioni ishte aq I prekshëm sa edhe zogjt dukej se heshtën. Genci ndezi një cigare, tepër I relaksuar për dikë që ishte gati të konfrontojë. Çfarë ka, kushëri? Do më mbash moral? Artani bëri një hap përpara, duke pushtuar hapësirën personale të Gencit. Do të them diçka vetëm një herë. Ajo vajzë është nën mbrojtjen time. Çdo gjë që ti bën, çdo koment dashakeq, çdo përpjekje për ta friksuar, dhe ti do të dalësh nga kjo shtëpi dhe nga kjo kompani më shpejt se sa arrin të pulitësh sy. E kuptove? Genci thiti një tym të gjatë, syt gjysmë të mbyllur. E kuptova. Por ti po bën një gabim, Artan. Një gabim të madh. Dhe kur ta kuptosh, do të jetë tepër vonë. Ai e hodhi cigaren në tokë, e shkeli me këpucën e shtrenjtë dhe u kthye brenda në shtëpi, duke e lënë Artanin vetëm në kopsht, zemra I rrite fort në gjoks. Brenda, Sofia kishte mbaruar së ngrëni dhe tani bisedonte me zë të ulët me teftën, e cila po pastronte kuzhinën. Vajza tregonte gjëra të shkëputura, fragmente kujtimesh, për hallën Helena që kujdesej për të, për rrugët ku flinte, për të ftohtin që I dhimbte në kocka. Tefta dëgjonte gjithçka me vëmendje, zemra e shtrënguar. Po nëna jote, e dashur? E di ku është? Pyeti Tefta me delikatesë. Sofia heshti për një moment, sytë e ngulur në tryezë.
Halla Helena thoshte se nëna ime ishte një vajzë shumë e mirë. Por që ajo duhej të ikte kur unë linda. Thoshte se ishte e rrezikshme që ajo të qëndronte. E rrezikshme si? Këmbënguli Tefta, por butësisht. Nuk e di. Por Halla Helena gjithmonë thoshte se një ditë do ta kuptoja. Se një ditë dikush do të më njihte dhe do të kujdesej për mua. Tefta ndjeu një të dridhur. E gjithë kjo ishte tepër e çuditshme. Tepër e volitshme. Sikur Sofia të ishte çuar qëllimisht në atë shtëpi, në atë natë specifike. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do ta kishit strehuar Sofin në shtëpinë tuaj pa e ditur se kush ishte në të vërtetë, apo do të kishit dyshuar dhe do të kishit vepruar ndryshe? Na tregoni në komente. Ndërkohë, në katin e sipërm, Valbona ishte në zyrën e Artanit, duke rrëmuar në përsirtar me një nxitim nervoz. Ajo kërkonte diçka specifike. Duart i dridheshin ndërsa kthente letra, hapte dosje, kontrollonte dokumente. Derisa gjeti një kuti të vjetër prej drurit të errët të mbyllur me një dry të vogël. Valbona mori një karficë flokësh dhe, me një aftësi befasuese, e detyroi bravën derisa dëgjoi një kërcitje. Brenda kutisë kishte letra. 10 letra të vjetra, të zverdhura nga koha, të gjitha të adresuara për Besën. Valbona mori një dhe filloi të lexonte, syt I vraponin shpejt në përreshta. Ajo që lexoi aty bëri që fytyra e saj të zbehej. Ajo e futi letrën në xhep, e mbylli kutinë shpejt dhe doli nga zyra, zemra I rrite fort. Duhej të lajmëronte Dik. Dik që kishte po aq për të humbur sa ajo nëse e vërteta dilte në shesh. Ajo mori celularin dhe I ra një numri të njohur. Unë jam, tha ajo sapo u përgjigj thirrja. Kemi një problem. Një problem serioz. Ajo vajzë, ajo nuk është thjesht një vajzë çfarëdo. Ajo ndaloi, duke kontrolluar nëse ishte vetëm në korridor, ajo është vajza e Anilës. Në anën tjetër të linjës, pati një heshtje të rëndë. Je e sigurt? Jam. Gjeta letrat. Besa dinte gjithçka. Dhe nëse Artani e zbulon, nëse ai I bashkon pjesët, gjithçka do të shembet. Gjithçka. Zëri në anën tjetër u bë ashpër, I vendosur. Atëherë mos e lër të zbuloj. Bëj atë që është e nevojshme. Ai fëmijë nuk mund të qëndrojë. Valbona e mbylli telefonin duke marrë frymë rëndë. Ajo e dinte çfarë duhej bërë. Dinte se duhej të vepronte shpejt. Por për herë të parë në të gjitha vitet që punonte në atë shtëpi, ajo ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë, frikë. Sepse këtë herë nuk bëhej fjalë vetëm për të mbrojtur sekrete. Bëhej fjalë për të mbrojtur jetën e saj. Dhe ndërsa Valbona zbriste shkallët me fytyrën e saj të rikrijuar me kujdes duke shtirur normalitet, Artani u kthye brenda në shtëpi pa e ditur se, në atë moment të saktë, dikush tashmë kishte vendosur se Sofia duhej të zhdukej. Pjesa tjetër e mëngjesit kaloi në një qetësi mashtruese. Artani vendosi të qëndronte në shtëpi, diçka e rrallë për një njeri që zakonisht punonte edhe në ditë festash. Ai anuloi të gjitha takimet, injoroi thirrjet këmbëngulëse të ortakëve dhe klientëve dhe ja kushtoi të gjithë ditën Sofisë. E çoi të njëjtë kopshtin, I tregoi lulet që Petriti I kultivonte me aq kujdes, e la të vraponte zbathur në barin ende të lagur nga vesa. Sofia qeshte një tingull kristalor dhe I pastër që jehonte në përkopsht si një muzikë e harruar prej kohësh. Artani vëzhgonte gjithçka nga një karrige në verandë dhe për herë të parë në vite I lejoi vetes thjesht të ishte I pranishëm. Të mos mendonte për biznesin e ardhshëm, për problemin e ardhshëm, për sfidën e ardhshme. Thjesht të shihte një vajzë duke zbuluar gëzimin e të qenit fëmijë. Petriti punonte jo shumë larg, duke krahasitur trëndafilat, por sytë e tij ishin të vëmendshëm. Ai e pa kur Sofia ndaloi para një trëndafili specifik, një trëndafil me lule të bardha që Besa e kishte mbjell vite më parë. Vajza zgjati dorën e vogël dhe preku petalet me delikatesë dhe pastaj, pa I mësuar askush, ajo filloi të këndonte me zë të ulët një këngë. Një këngë e vjetër, nga ato që kalojnë nga gjyshja të nëna, nga nënat e bija. Petriti I la gërshërët e krahasitjes të binin. Ajo këngë. Ai e njihte atë këngë. Ishte kënga që Besa këndonte kur ishte vetëm në kopsht, duke menduar se askush nuk e dëgjonte. Një këngë për mallin, për distancën, për dashuritë e pamundura. Si e dinte ajo vajzë atë këngë? Petriti shikoi Artanin dhe pa se edhe ai e kishte dëgjuar.
Fytyra e Artanit ishte e zbeth, sytë të ngulur të Sofia me një përzierje habie dhe dhimbjeje. Sofia, thiri Artani, zëri i doli i mbytur. Kush ta mësoi këtë këngë? Sofia ndaloi së kënduari, e friksuar nga intensiteti në zërin e tij. Unë nuk e di. Mendoj se halla Helena. Ose ndoshta gjithmonë e kam ditur. Nuk mbaj mend. Artani u ngrit, këmbët i dridheshin. Eci drejt Sofis dhe u ul në gjunjë para saj, duke i mbajtur supet delikate me kujdes. Sofia, duhet të më tregosh gjithçka që mban mend për hallën Helena. Gjithçka, sado e vogël të duket. Mund ta bësh këtë? Sofia tundi kokën në shenjë pohimi, sytë e mëdhenj plot me konfuzion dhe pak frikë. Ajo nuk e kuptonte pse ajo këngë ishte e rëndësishme, por e kuptonte se ishte. Halla Helena ishte një vajzë e bukur. Flokë të gjatë, shumë të zinj. Gjithmonë mbante erë Yasemini. Ajo kujdesej për mua që kur mbaj mend. Banoj në një vend të vogël, larg këtej. Kishte një kishë të vjetër afër, me kamban të thyrë. Dhe ajo gjithmonë thoshte se një ditë, kur të rritesha, do të më tregonte një histori. Një histori për një grua shumë trime që bëri një zgjedhje të vështirë për të mbrojtur atë që donte. Artani ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. E gjithë kjo dukej si një skenar, dukej e qëllimshme. Sikur Sofia të ishte përgatitur për atë. Moment. Dhe çfarë tjetër të tregonte halla Helena? Sofia mendoi për një moment, duke kafshuar buzën e poshtme. Ajo thoshte se unë isha e veçantë. Se kishte njerëz që më kërkonin. Njerëz të mirë dhe njerëz të këqij. Dhe se duhej të kisha kujdes, sepse jo të gjithë ata që buzëqeshin janë miq. Artani shkëmbeu një shikim të shpejt me Petritin. Kopshtari tundi kokën ngadalë, si dikush që konfirmon një dyshim. Në atë moment, Tefta u shfaq te dera e kuzhinës, duke i bërë shenjë Artanit. Doktor Artan, zoti Kujtim është në telefon. Thotë se është urgjente. Artani hezitoi. Nuk donte ta linte Sofin vetëm, por i duheshin ato informacione. Ai u ngrit, i kërkoi Petritit të mbante një sy te vajza dhe hyri në shtëpi. Kujtimi ishte në telefon, zëri i tensionuar. Doktor, arrita të gjej disa informacione për Helenën në fjalë. Emri i saj i plot është Helena Dervishi. 32 vjeç, nga Pogradeci. Ka punuar si infermiere në një spital në Korçë deri 2 vjet më parë. Pas kësaj, u zhduk nga regjistrat. Pa llogari bankare aktive, pa adresë fikse, pa asgjë. Është sikur thjesht të jetë zhdukur. Artani e mbajti telefonin më fort. Po për Sofin? Arrite të gjesh diçka? Kujtimi pshërtiu. Aty bëhet e komplikuar, doktor. Certifikata e lindjes që keni ju është e pjesshme, e grisur. U përpoqa të kryqëzoj të dhënat, por nuk përputhet me asgjë në sistem. Është sikur kjo vajzë të mos ekzistoj zyrtarisht. Ose dikush i ka fshirë gjurmët shumë mirë. Artani mbylli syt, duke përpunuar informacionin. Vazhdo të hetosh. Dua të di gjithçka për Helena Dervishin. Ku ka jetuar, me kë është shoqëruar, pse u zhduk. Gjithçka. Doktor, mund të bëj një pyetje? Kujtimi hezitoi. Po përfshiheni shumë në këtë. Jeni i sigurt se kjo është ajo që doni? Sepse sapo të filloni të gërmoni, mund të mos ju pëlqej ajo që do të gjeni. Artani shikoi nga dritarja, pas Sofin duke luajtur me lulet, aq e vogël dhe e brisht, por duke mbajtur një mister kaq të madh. Tashmë jam i përfshirë, Kujtim. Nuk kam më kthim prapa. E mbylli telefonin dhe qëndroi aty, duke u përpjekur të bashkonte pjesët e një enigme që dukej se nuk kishte fund. Besa. Helena. Sofia. Anila. Të gjithë këta emra vallëzonin në kokën e tij si fantazma, duke kërkuar të lidheshin. Pas dite, kur dielli ishte tashmë lart dhe i nxehtë, Artani vendosi ta çonte Sofin për të blerë rroba. Ajo nuk mund të vazhdonte të vishte rroba të improvizuara. Kishte nevojë për gjërat e saj, gjëra të reja, gjëra që tregonin se dikush kujdesej. Kur e shpalli iden, Valbona u përpoq të ndërhynte, duke argumentuar se nuk ishte e përshtatshme, se njerëzit do të flisnin, se mund të kthehej në skandal. Por Artani e injoroi plotësisht, mori çelsat e makinës dhe e çoi Sofin në qendrën tregtare më të afërt.
Ishte hera e parë që Sofia hynte në një vend kaq të madh, kaq plot me drita, ngjyra dhe njerëz. Ajo ecte e ngjitur pas Artanit, sytë e hapur, duke përpunuar gjithçka me një përzierje magjepsieje dhe frike. Artani i mbajti dorën e vogël fort, duke i transmetuar siguri. Do të zgjedhim rroba shumë të bukura për ty, në rregull? Tha ai, duke buzëqeshur. Sofia e shikoi me ata sy të mëdhenj. Por unë nuk kam para për të paguar. Artani u ul në gjunjë para saj, pikërisht aty në mes të korridorit të lëvizshëm të qendrës tregtare. Ti nuk ke nevojë për para, Sofia. Unë do t'i jap si dhuratë. Sepse kjo është ajo që bëjnë njerëzit kur kujdesen për dikë. Japin dhurata pa pritur asgjë në këmbim. Sofia puliti sytë shpejt, sikur po mbante lotët. Pse kujdeseni për mua? Unë nuk jam askushi. Artani ndjeu zemrën t'i coptoi. I mbajti fytyrën e vogël me të dyja duart, me delikatesë sikur të mbante diçka të çmuar. Ti je dikushi, Sofia. Ti je e rëndësishme. Dhe unë do ta provoj këtë çdo ditë, derisa të besosh. Blen rroba, këpucë, lodra që Sofia as nuk e dinte se ekzistonin. Për çdo artikull të ri, ajo pyeste nëse ishte i sigurt, nëse nuk ishte shumë e shtrenjtë, nëse nuk do të pendohej. Dhe çdo herë, Artani përsëriste se ishte i sigurt, se nuk ishte tepër e shtrenjtë, se kur nuk do të pendohej. Kur u kthyen në shtëpi, ishte tashmë fundi i pasdites. Sofia ishte e raskapitur por e lumtur, e përqafuar me një arush pelushi që Artani i kishte bler. Ajo ra në gjumë në makinë, koka e vogël e mbështetur në ripin e sigurimit dhe Artani nga ngadalë, duke dashur ta zgjaste atë moment paqeje. Por kur arritën në vilë, paqja mbaroi. Genci ishte në sallon, i shoqëruar nga dy burra që Artani nuk i njihte. Njëri prej tyre ishte avokat, kjo ishte e qartë nga çanta e lëkurës dhe kostumi i shtrenjtë. Tjetri dukej të ishte një lloj punonjësi social ose përfaqësues i qeverisë. Artani parkoi makinën, mori Sofin në krah, ende duke fjetur, dhe hyri në shtëpi nga dera anësore. Por Valbona e ndaloi në korridor, fytyra e tensionuar. Doktor Artan, zoti Genci ka sjell vizita. Thonë se duhet të flasin me ju. Bëhet fjalë për vajzën. Artani ndjeu një val zemërimi t'i ngjitej. Thuaju të presin. Do ta çoj Sofin të pushoj së pari. E çoj Sofin në dhomë, e shtriu në krevat me kujdes, e mbuloi me jorganin e butë dhe qëndroi aty për një moment, vetëm duke parë. Ajo dukej aq e qetë duke fjetur, aq larg rreziqeve që e rrethonin. Kur më në fund zbriti në sallon, Artani ishte tashmë i përgatitur për luftë. Genci u ngrit sapo e pa, një buzëqeshje e rreme në buzë. Artan, këta janë avokat Piroleka, i specializuar në të drejtën familjare, dhe zoti Agim Meta, nga zyra për mbrojtjen e fëmijëve. Ata erdhën këtu sepse unë, si antar i familjes, e pash të arsyeshme të konsultohesha për situatën e parregullt të vajzës. Artani e shikoi kushëririn me një përbuzje që nuk u përpoq ta fshite. Ti thirrë zyrën për mbrojtjen e fëmijëve? Pa u konsultuar me mua. Genci hapi krahët duke shtirur pafajësi. Kushëri, unë po mendoj vetëm për të mirën e saj. Dhe për të mirën tënde gjithashtu. Ti nuk mund të marrësh thjesht një fëmijë nga rruga dhe ta sjellësh në shtëpi. Ka protokoll. Ka ligj. Dhe nëse nuk e ndjek, mund të kesh probleme serioze. Burri nga zyra për mbrojtjen e fëmijëve, Agimi, bëri një hap përpara. Ishte një zotëri rreth 50 vjeç, me një fytyrë të lodhur të dikujt që kishte parë shumë tragjedi. Zoti Basha, e kuptoj qëllimin tuaj për të ndihmuar, por zoti Genci ka të drejtë. Fëmia duhet të regjistrohet, të vlerësohet. Duhet të dim origjinën e saj, nëse ka familje që e kërkon, nëse është në situatë rreziku. Nuk mund ta lëm këtu pa procedurat ligjore. Artani kryqëzoi krahët, nofulla e shtrënguar. Ajo nuk ka familje. Është në situatë rreziku, por jo këtu. Këtu ajo është e sigurt. Avokati, Piro, rregulloi syzet dhe foli me atë zërin profesional dhe të ftohtë. Zoti Basha, me gjithë respektin, ju nuk keni kujdestarin ligjore të këtij fëmije. Teknikisht, ajo që po bëni mund të karakterizohet si rrëmbim. Fjala ra në sallon si bombë. Artani bëri një hap përpara, syt i shkëlqenin. Rrëmbim? Unë e shpëtova atë vajzë nga rruga. Nga uria. Nga i ftohti.
Dhe ti vjen këtu të më akuzosh për rrëmbim? Askush nuk po akuzon, zoti Basha, u përpoq të qetësonte Agimi. Por kuptoni, ne duhet të ndjekim protokollin. Vajza do të duhet të kalojë në përvlerësim, do të duhet të vendoset përkohësisht. Nën kujdesin e shtetit ndërsa hetojmë situatën e saj. Nën kujdesin e shtetit, përsëriti Artani, zëri i ngarkuar me sarkazëm. Do të thuash një jetimore. Do ta heqësh nga një shtëpi ku po kujdeset, ushqehet, mbrohet dhe ta hedhësh në një jetimore të mbushur plot. Agimi pshërtiu, i lodhur. Nuk është aq e thjesht, zoti Basha. Por po, përkohësisht, derisa të rregullojmë situatën, ajo do të duhej të shkonte në një qendër strehimi. Artani ndjeu botën të shembej. Shikoi Gencin dhe kuptoi gjithçka. Kjo nuk ishte për të ndjekur protokollin. Ishte për ta larguar Sofin prej tij. Ishte për të mbajtur sekretet të varrosura. Dilni nga shtëpia ime, tha Artani, zëri i ulët por i rrezikshëm. Zoti Basha u përpoq të argumentonte Agimi. Dilni nga shtëpia ime. Tani. Avokati dhe burri nga zyra për mbrojtjen e fëmijëve shkëmbyen shikime të sikletshme. Genci buzëqeshi, duke e ditur se kishte mbjell farën e dyshimin. Artan bëhu i arsyeshëm. Nuk mund të luftosh kundër ligjit. Mundem. Dhe do ta bëj. Artani eci drejt derës dhe e hapi. Dhe të gjithë ju dilni tani, para se të thëras sigurimin t'ju nxjerrë me forcë. Burrat dolën, por para se të largoheshin, Agimi la një kartvizit mbi tryez. Zoti Basha, e kuptoj se doni të ndihmoni. Por ju lutem, mendoni me kokë të ftohtë. E mira e fëmijës vjen në radhë të parë. Do të kthehemi nesër me një urdhër gjykate, nëse është e nevojshme. Kur dera u mbyll, Artani mbeti vetëm në sallon, duke u dridhur nga zemërimi dhe frika. Genci kishte luajtur pisët. Dhe më keq, kishte ligjin në anën e tij. Por Artani nuk do të dorëzohej. Nuk do t'i linte ta merrnin Sofin. Sepse ai e dinte, thellë brenda, se nëse ajo largohej, e vërteta do të ikte bashkë me të. Dhe këtë herë, ai nuk do ta linte të vërtetën të shpëtonte. Atë natë, Artani nuk arriti të mbyllte sy. Qëndroi në zyrë deri në Agim, i rrethuar nga libra juridik, duke kërkuar precedent ligjor, duke u përpjekur të gjente një boshllëk, një mënyrë për ta mbajtur Sofin ligjërisht. Por çdo nen që lexonte, çdo ligj që studionte, tregonte për të njëjtin përfundim shkatërues. Pa kujdestari ligjore, pa dokumentacion të duhur, ai nuk kishte të drejta mbi atë vajzë. Dhe më keq, nëse zyra për mbrojtjen e fëmijëve kthehej me një urdhër gjykate, ai do të ishte i detyruar ta dorëzonte. Përveç se nëse gjente të vërtetën. Përveç se nëse provonte se Sofia kishte një lidhje të vërtetë me Besën, me atë familje. Por si të provonte diçka që as ai vet nuk e kuptonte plotësisht. Artani shikoi letrat e Besës që i kishte marrë nga kutia e mbyllur. Ishin kaq shumë, të shkruara përgjatë viteve, të ruajtura me kujdes. Ai kur nuk i kishte lexuar ato letra, respektonte privatësinë e gruas së tij edhe pas largimit të saj. Por tani nuk kishte zgjidhje. Hapi letrën e parë, të datuar gati 7 vjet më parë, dhe filloi të lexonte. Motra ime e dashur Anila, fillonte letra, dhe Artanit i mungoi ajri. Anila. Motra e Besës. Motra që ai kur nuk e njohu, sepse Besa rrallë fliste për familjen. Thoshte se ishin larguar prej vitesh, se ishte më mirë kështu, se disa distanca mbrojnë më shumë se sa lëndojnë. E di që më kërkove të mos të kontaktoj, por duhet ta dish, po përpiqem të gjej vajzën tënde. E di që u detyrove ta lije, e di që nuk kishe zgjidhje, e di që të bën të besosh se ishte më e mira për të. Por Anila, një nën nuk harron kurrë. Dhe unë të premtova, atë natë të tmerrshme, se do ta mbroja atë fëmijë nga larg. Se do të sigurohesha që ajo të ishte mirë, edhe pse ti nuk mund të ishe pranë. Vazhdoj të kërkoj. Mos u dorëzo nga unë. Mos u dorëzo nga ajo. Me dashuri, Besa. Artani e lexoi dhe rilexoi atë letër, duart i dridheshin. Pra Sofia ishte vajza e Anilës. Mbesa e Besës. Mbesa që Besa ishte përpjekur ta mbronte fshehurazi. Por pse? Pse Anila duhej të braktiste vajzën e saj? Dhe kush e detyroi ta bënte këtë? Hapi një letër tjetër, më të re, vetëm disa muaj para se Besa të ndërronte jetë.
Anila gjeta një grua të quajtur Helena. Ajo punon në një spital në Korçë. Ajo e njeh historinë tënde, e njeh vajzën. Ajo ofrua të kujdeset për të derisa të mund t'i zgjidhim të gjitha. I besoj asaj. Por Anila, duhet ta dish, ata ende po kërkojnë. Ende duan të fshin të gjitha gjurmët. Ti duhet të vazhdosh të fshihesh. Dhe vajza gjithashtu. Premtoj se kur të vi koha e duhur, kur të jetë e sigurt, do ta sjell pranë. Do t'i jap asaj jetën që ti doje t'i jepje. Qëndro e fortë. Besa. Artani mbylli syt, dhimbja në gjoks pothuajse e padurueshme. Besa e kishte mbajtur këtë sekret vetëm. Kishte mbrojtur mbesën e fshehur, ishte përballur me kërcënime, me rreziqe dhe kur nuk i kishte treguar asgjë. Pse? Sepse nuk i besonte atij? Apo sepse po përpiqej ta mbronte edhe atë? Kishte edhe një letër e fundit e shkruar pak ditë para se Besa të ndëronte jetë. Kaligrafia ishte drithëruese, e nxituar. Anila, nëse po e lexon këtë, është sepse diçka ka ndodhur me mua. Duhet ta dish, kam lënë udhëzime që Helena ta çojë vajzën te Artani kur ajo të mbush 5 vjeç. Kjo është mosha e sigurt. Artani është i mirë. Ai do ta mbrojë, edhe pa e ditur të gjithë të vërtetën. I kam lënë gjurmë për të. Kam lënë këtë letër, kam lënë certifikatën, kam lënë këngën që vetëm ne e dinim. Ai do të kuptoj. Ai gjithmonë kupton, edhe kur vonohet. Kujdesu për veten, motra ime. Dhe dije se vajza jote do të rritet e dashur. Këtë e premtoj. Besa. Artani ndjeu lotët të rrivnin pa kontroll. Besa kishte planifikuar gjithçka. Kishte orkestruar atë takim edhe pas largimit të saj. Kishte besuar tek ai për të bërë atë që ajo nuk mundi, të shpëtonte Sofin. Por kishte një pjesë që ende nuk përputhej. Kush ishin ata? Kush e kërcënonte Anilën? Kush donte të fshinte gjurmët? Dhe, kryesisht, pse Genci dhe Valbona ishin kaq të dëshpëruar për ta larguar Sofin? Artani mori telefonin dhe i ra kujtimit, edhe pse ishte ora 3 e mëngjesit. Dua të hetosh Anilën, tha Artani sapo kujtimi u përgjigj, zëri i përgjumur. Anila, motra e Besës. Dua të di ku është, çfarë ka ndodhur me të gjithçka. Doktor, është ora 3 e mëngjesit, protestoi kujtimi. E di sa është ora, kujtim. Dhe e di që po kërkoj shumë. Por kjo është urgjente. Kam kohë deri nesër pasdite para se të kthehet zyra për mbrojtjen e fëmijëve. Më duhen përgjigje. Pati një pëshertim të rëndë nga ana tjetër. Do të shoh çfarë mund të bëj. Kur lindi dielli, Artani ishte ende në zyrë, i rrethuar nga letra, shkresa dhe një ndjenjë në rritje se po vraponte kundër kohës. Ai u ngjit në dhomën e Sofis, vetëm për t'u siguruar se ajo ishte mirë. Vajza flinte thellë, e përqafuar me arushin e ri, dhe kishte diçka kaq të pastër në atë skenë sa Artani ndiu një vendosmëri të egër të instalohej tek ai. Askush nuk do ta merrte atë vajzë prej andej. Askush. Tefta u shfaq herët për të përgatitur kafen dhe e gjeti Artanin në kuzhinë, duke pirë kafen e 5 të zezë të natës. Doktor Artan, ju nuk keni fjetur fare, tha ajo, e shqetësuar. Kjo nuk është e mirë për ju. Nuk mund të fle, Tefta. Kam shumë për të zgjidhur. Tefta ul përballë tij, duart e kallojzuara mbanin filxhanin. Mund të pyes diçka? Pse po e bëni gjithë këtë? Do me thënë, është e bukur ajo që po bëni për vajzën, por pse kaq shumë përkushtim? Kaq shpejt? Artani shikoi kuzhinieren, atë grua të thjeshtë që punonte në shtëpi prej kaq shumë vitesh, dhe vendosi t'i besonte. Sepse mendoi se Sofia është mbesa e Besës. Vajza e motrës së saj, Anilës. Dhe Besa më la gjurmë që unë të gjeja, që unë të kujdesesha për të. Tefta hapi syt. Zonja Besa kishte një motër? Kishte. Por ishin të largëta. Ose të paktën, kështu mendoja unë. Në të vërtet, Besa po e mbronte motrën nga diçka. Nga dikush. Tefta heshti për një moment duke përpunuar. Dhe vajza e di këtë? Jo. Ajo nuk di asgjë. Dhe unë nuk do t'i tregoj derisa të jem i sigurt për gjithçka. Nuk dua të krijoj pritshmëri dhe pastaj, ai ndaloi, zëri i dridhej, dhe pastaj të duhet ta largoj prej këtu. Tefta zgjati dorën dhe e shtrëngoi fort dorën e Artanit.
Ju do t'ja dilni, doktor. E di që do t'ja dilni. Sepse ju keni diçka që shumë njerëz e kanë humbur, një zemër që ende di të kujdeset. Në atë moment, Valbona hyri në kuzhinë. Fytyra e saj ishte e zbeth, sytë të kuq sikur të kishte qarë, por qëndrimi vazhdonte të ishte i ngurtë. Doktor Artan, duhet të flas me ju. Privatisht. Artani shkëmbeu një shikim me Teftën dhe u ngrit. Mund të flasësh këtu, Valbona. Tefta është e besuar. Valbona hezitoi, por pastaj pshertiu, sikur të mbante një peshë tepër të madhe. Unë duhet të rrëfej diçka. Diçka që e kam fshehur prej vitesh. Dhe që, për shkak të vajzës, nuk mund ta fshej më. Artani ndjeu zemrën t'i përshpejtoi. Po të dëgjoj. Valbona tërhoqi një karrige dhe u ul, duart i dridheshin mbi tryezë. Unë e njihja Anilën. Motrën e zonjës Besa. Ajo ka punuar këtu, në këtë shtëpi, 6 vjet më parë. Ishte sekretare personale e zonjës Besa. Ishin shumë të afërta, por e mbanin këtë sekret sepse Anila po ikte nga dikush. Nga një burr i fuqishëm. Një burr që e la shtatzën me forcë dhe pastaj donte që ajo ta hiqte fëmijën. Artani ndjeu të përziera. Vazhdo. Anila refuzoi. Iku. Erdhi të fshihej këtu me motrën e saj. Zonja Besa u kujdes për gjithçka, pagoi vizitat para lindjes fshehurazi, gjeti një mami private. Sofia lindi këtu, në këtë shtëpi, në një nga dhomat e pasme. Unë ndihmova në lindje. Unë e pash atë vajzë të lindte. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Valbonës, duke thyer më në fund maskën e ftohtësisë. Por 3 ditë më vonë, ai e zbuloi. Nuk e di si, por e zbuloi. Dërgoi njerëz këtu. Kërcënoi se do të ngrinte padi, se do të shkatëronte reputacionin e zonjës Besa, se do t'ju merrte gjithçka. Tha se do ta akuzonte Anilën për rrëmbimin e fëmijës së saj, se do ta bënte të dukej e çmendur, e paaftë. Dhe se nëse ajo nuk e dorëzonte fëmijën, ai do të bënte gjëra më të këqija. Artani ishte i zbeth. Dhe çfarë ndodhi? Anila nuk kishte zgjidhje. Duhej të ikte sërish, këtë herë pa vajzën. Zonja Besa premtoi se do të kujdesej për vajzën, se do të gjente një mënyrë për ta mbajtur të sigurt. Ja dorëzoi Sofin Helenës, infermieres që ndihmoi në lindje. Helena pranoi të arriste vajzën në fshehtësi, larg Tiranës, larg çdo regjistri që mund të gjurmojë. Dhe ky burr, pyeti Artani, zëri i rrezikshëm. Kush është ai? Valbona gëlltiti pështymën, duke shikuar përreth sikur të kishte frikë se do ta dëgjonin. Është zoti Genci, doktor. Kushëriri juaj. Ai është babai i Sofis. Heshtja që ra mbi kuzhinë ishte shurdhuese. Tefta vuri dorën mbi gojë, e shokuar. Artani ndjeu botën të rrotullohej, realiteti duke u riorganizuar në një mënyrë groteske dhe të dhimbshme. Genci. Kushëriri i tij. Burri që qarkullonte nëpër shtëpi sikur të ishte pronar. Burri që dje solli zyrën për mbrojtjen e fëmijëve. Burri që ishte i dëshpëruar për ta larguar Sofin prej andej. Tani gjithçka kishte kuptim. Një kuptim të tmerrshëm, por logjik. Pse nuk më tregove kurrë? Pyeti Artani, zëri i ulët por i ngarkuar me zemërim të përmbajtur. Sepse zonja Besa më bëri të premtoja. Tha se po të tregoja, do ta vija vajzën në rrezik. Tha se Genci ishte i rrezikshëm, se kishte lidhje, se mund të bënte gjëra të tmerrshme. Dhe Valbona uli syt, e turpëruar, sepse ai më paguante. Më paguante shumë mirë për të heshtur. Dhe unë kisha nevojë për paratë. Nëna ime ishte e sëmur, faturat, unë isha frikacake, doktor. Isha frikacake dhe tani kjo vajzë po paguan. Artani u ngrit vrullshëm, karrigia gërvishti dyshemen. Genci e dhunoi Anilën. E detyroi të ikte. Kërcënoi të shkatëronte gjithçka. Dhe ti heshte sepse ai të pagoi? E di që nuk kam justifikim, dëneste Valbona. E di që isha bashkëpunëtore. Por tani që e pash vajzën, që e pash atë të zgjonte gjithë atë dhimbje sërish, unë nuk mundem më. Nuk mund ta lë atë ta marr. Sepse nëse e merr, doktor, ai do ta bëj të zhduket. Ai e la këtë shumë të qartë dje, kur më telefonoi.
Tha se nëse vajza vazhdon të qëndroj këtu, ajo do të prishë gjithçka që ai ka ndërtuar. Reputacionin, pozicionin në kompani, gjithçka. Artani dridhej nga zemërimi, por edhe nga diçka më e fortë, një vendosmëri vrastare për të mbrojtur Sofin me çdo kusht. Ku është Anila tani? Valbona tundi kokën. Nuk e di. Zonja Besa mbante kontakte, por pasi ajo ndërroi jetë, humba gjurmën. Di vetëm se ajo është ende gjallë, diku, e fshehur. Duke pritur momentin për t'u kthyer te vajza e saj. Artani mori frym thellë, duke u përpjekur të organizonte mendimet. Kishte kaq shumë emocione që përplaseshin brenda tij sa mezi arrinte të mendonte qartë. Zemërim ndaj Gencit. Zemërim ndaj Valbonës. Dhimbje për Besën që e kishte mbajtur këtë vetëm. Frikë për Sofin. Dhe një nevojë të thellë për drejtësi. Ti do të dëshmosh, tha Artani, zëri i prerë. Do t'i tregosh të gjitha këto zyrtarisht. Do të japësh dëshminë tënde për atë që bëri Genci. Valbona tundi kokën në shenjë pohimi, lotët ende rridhnin. Do ta bëj. Do të bëj gjithçka që është e nevojshme për të rregulluar atë që bëra gabim. Në atë moment, Sofia u shfaq te dera e kuzhinës, ende me pijame, duke fërkuar sytë e përgjumur. Ajo shikoi tre të rriturit, ndjeu tensionin në ajër dhe qëndroi e palvizur, e pasigurt. Ka ndodhur diçka? Pyeti ajo me zërin e saj të hollë. Artani rikrijoi shpejt shprehjen, duke sforcuar një buzëqeshje. Jo, e dashur. Gjithçka është në rregull. Eja të hash mëngjes. Sofia eci ngadalë drejt tryezës dhe tefta, edhe pse e tronditur, filloi menjëherë të përgatiste pjatën e vajzës me kujdesin e zakonshëm. Por kishte diçka ndryshe në ajër dhe Sofia, edhe pse fëmijë, e kuptonte. Ajo hëngri në heshtje, duke shikuar nga një i rritur te tjetri, duke u përpjekur të deshifronte çfarë po ndodhte. Pas mëngjesit, Artani mori telefonatën që po priste. Ishte kujtimi. Doktor, arrita të gjej diçka për Anilën. Ajo është gjallë, e fshehur në një qytet të vogël në bregdetin e Vlorës. Punon me emër të Rem në një spital lokal. Arrita të gjej kontaktin e saj. Artani ndjeu një val lehtësimi. Ma jep. Kujtimi diktoi numrin dhe Artani e shënoi me duar të dridhura. Kur e mbylli, qëndroi duke parë atë numër për një moment të gjatë. Ajo telefonat mund të ndryshonte gjithçka. Mund të sillte përgjigje. Mund të bashkonte nën e bi. Por gjithashtu mund të sillte më shumë rrezik. Megjithatë, ai ra numrin. Telefoni ra 3 herë para se një zë femëror, i lodhur por i ëmbël, të përgjigjej. Alo? Anila? Pyeti Artani. Emri im është Artan Basha. Unë jam burri i Besës. Pati një heshtje të gjatë nga ana tjetër. Pastaj një dënesë e mbytur. Artan, tha ajo, zëri i thyer. Besa fliste aq shumë për ty, aq shumë. Unë mendova se kur nuk do ta dëgjoja zërin tënd. Anila, unë jam me vajzën tënde. Sofia është këtu, në shtëpinë time. Ajo është e sigurt. E qara në anën tjetër u bë më e lartë, e pa kontrolluar. Ajo është mirë? Po rritet mirë? Ajo, o Zot, mendova se kur më nuk do të dija për të. Ajo është mirë, Anila. Është e bukur, e fortë, trime. Por kam nevojë për ty, kam nevojë për dëshminë tënde kundër Gencit. Kam nevojë të provoj se ai është i rrezikshëm, se ai nuk mund t'i afrohet asaj. Mund ta bësh këtë? Mund të vish këtu? Anila hezitoi dhe Artani dëgjoi frikën në zërin e saj. Ai do të më gjej. Nëse kthehem në Tiranë, ai do ta marrë vesh. Dhe atëherë ai do të bëj atë që gjithmonë ka kërcënuar se do të bëj. Unë do të mbroj, premtoi Artani. Do t'ju mbroj të dyjave. Por kam nevojë për ty, Anila. Sofia ka nevojë për ty. Pati një heshtje të gjatë. Pastaj, me zë të dridhur por të vendosur, Anila tha, do të vi. Do të marr autobusin e parë. Arri aty nesër në mëngjes. Artani e mbylli telefonin dhe mbylli sytë, mirënjohja dhe frika duke u përzier në gjoks. Kishte 24 orë për t'u përgatitur për luftën që do të vinte. Sepse kur Genci të zbulonte se Anila po kthehej, kur të zbulonte se Artani dinte gjithçka, ai do të sulmonte me gjithçka që kishte.
Dhe Artani duhej të ishte gati. Pjesa tjetër e ditës ishte një vorbull përgatitjesh. Artani thiri avokatët më të mirë që njihte, ndërtoi një strategji ligjore, mblodhi të gjitha provat që kishte, letrat e Besës, dëshminë e Valbonës, certifikatën e pjesshme të Sofisë, kërcënimet e dokumentuara. Kujtimi punoi pa ndalur, duke organizuar gjithçka, duke përgatitur padi, duke ndërtuar mbrojtje. Petriti, kopshtari, kur mësoi gjithçka, ofroi dëshminë e tij. Ai e kishte parë Gencin duke kërcënuar Anilën vite më parë, kishte dëgjuar biseda, kishte dëshmuar gjëra që në atë kohë nuk i kuptonte, por që tani kishin kuptim të plotë. Tefta përgatiti një nga dhomat për të pritur Anilën, ndërroi të gjitha çarçafët, la lule të freskëta, sikur po përgatiste një altar për një ribashkim të shenjtë. Dhe Sofia, e pavetëdijshme për gjithçka që po kurdisej rreth saj, luante në kopsht me një pafajësi që i coptonte zemrën Artanit. Ai e vëzhgonte nga dritarja, duke menduar se si t'i tregonte. Si t'i shpjegonte se kishte një nën. Se kjo nën kur nuk e braktisi me dëshirë. Se kjo nën gjithmonë e deshi, edhe nga larg. Kur ra nata, Artani vendosi se ishte koha ta përgatiste Sofin, të paktën pak. E thiri në zyrë, i ofroi çokoladë të nxehtë dhe u ul pranë saj në divanin e madh prej lëkure. Sofia, duhet të të tregoj diçka të rëndësishme, filloi ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Sofia e shikoi me ata sy të mëdhenj, dhe Artani pa aq shumë besim aty sa pati frikë ta thyente. E mban mend që the se halla Helena thoshte se nëna jote ishte një vajzë shumë e mirë? Sofia tundi kokën në shenjë pohimi. Pikërisht. Unë mendoj se e gjeta nënën tënde, Sofia. Dhe ajo dëshiron shumë të shoh. Sofia mbeti e paralizuar, çokolata e nxehtë i ndaloi në mes të rrugës drejt gojës. Nëna ime? Ajo është gjallë? Është. Dhe kur nuk të ka harruar. Kur nuk ka pushuar së dashuri. Ajo duhej të qëndronte larg sepse kishte njerëz të këqij që donin t'ju lëndonin të dyjave. Por tani do ta zgjidhim këtë. Dhe ajo do të mund të përqafoj. Sofia filloi të dridhej. Lotët rodhen shpejt, të heshtur, dhe ajo e la filxhanin mënjan me duart e vogla që i dridheshin. Ajo do të më pëlqej? Artani e tërhoqi Sofin në një përqafim të ngushtë, duke ndier trupin e vogël të dridhej nga të qarat. Ajo tashmë të do, Sofia. Gjithmonë të ka dashur. Dhe nesër, kur të arrijë, do ta shohësh këtë në sytë e saj. Sofia qau për një kohë të gjatë, e kapur pas Artanit sikur ai të ishte e vetmja gjë e qëndrueshme në një botë që rrotullohej tepër shpejt. Dhe Artani e mbajti, duke e mbrojtur, duke premtuar në heshtje se nuk do të lejonte të ndodhte asgjë e keqe. Por jashtë, në hijet e natës, Genci ishte në apartamentin e tij, në telefon, duke kurdisur lëvizjen e radhës. Ai kishte zbuluar se Artani po hetonte. Kishte zbuluar se Valbona kishte folur. Dhe tani, po mobilizonte të gjitha burimet që kishte, të gjitha lidhjet, të gjitha favoret e ruajtura. Sepse nëse kishte një gjë që Genci Basha nuk e bënte, ishte të humbiste. Dhe ajo vajzë, ajo provë e gjallë e krimit të tij, nuk mund të ekzistonte. Në asnjë mënyrë. Agimi erdhi i rënd, i ngarkuar me parandjenja. Artani më në fund kishte arritur të flinte disa orë, i raskapitur nga planifikimi, nga përgatitja për betejën që do të vinte. Por u zgjua i tronditur në 4 të mëngjesit, zemra i rrite fort, një ndjenjë e keqe në gjoks. U ngrit, veshi robdeshanin dhe eci drejt dhomës së Sofisë. Dera ishte gjysmë e hapur dhe kur shikoi brenda, pa vajzën duke fjetur e qetë, e përqafuar me Arushin, plotësisht e pavetëdijshme për rrezikun që e rrethonte. Artani qëndroi aty për minuta të tëra, vetëm duke vëzhguar, duke gdhendur atë imazh në kujtesë. Sepse ai e dinte se, që nga ai moment, asgjë nuk do të ishte më e thjeshtë. Asgjë nuk do të ishte më vetëm për t'u kujdesur për një fëmijë. Do të ishte për të luftuar kundër një sistemi, kundër një njeriu të fuqishëm, kundër gënjeshtrave të ndërtuara përgjatë viteve. Ai zbriti në kuzhinë dhe gjeti teftën tashmë të zgjuar, duke përgatitur kafe. Kuzhinierja kishte rrath të zinj të thellë, shenjë se as ajo nuk kishte fjetur mirë. Mirëmëngjes, doktor, tha ajo, zëri i lodhur por i butë. Kafe? Të lutem. U ulën bashkë në tryezën e kuzhinës, në heshtjen që vetëm agimet e njohin. Tefta përziente sheqerin në kafe me lëvizje të ngadalta, e menduar. Doktor Artan, mund të them diçka? Sigurisht, Tefta.
Ju e dini që unë kur nuk përzihem në punët e shtëpisë. Gjithmonë kam qenë vetëm kuzhiniere, bëj punën time dhe kaq. Por këtë herë duhet të flas. Ajo mori frymë thellë. Ajo vajzë, ajo ka prekur të gjithë këtu. Edhe zonjën Valbona që ka zemër guri. Dhe ju jeni ndryshe. Jeni më njerëzor. Më i gjallë. Ka kohë që nuk ju kam parë të buzëqeshni me të vërtetë. Artani ndjeu një ny në fy. As unë nuk e mbaja mend si ishte, Tefta. Të buzëqeshësh me të vërtetë, të duash të zgjohesh në mëngjes, të ndjesh se ke një qëllim përtej punës dhe grumbullimit të më shumë parave. Sofia më kujtoi atë që humba kur Besa iku. Më kujtoi si është të kujdesesh për dikë. Tefta zgjati dorën dhe e mbajti fort dorën e Artanit. Atëherë mos i lini ta marrin, doktor. Luftoni me gjithçka që keni. Sepse disa gjëra në jetë nuk kanë çmim. Dhe ajo vajzë, ajo nuk është thjesht një fëmijë çfarëdo. Ajo është shansi për shpengim i gjithë kësaj familjeje. Shansi për të rregulluar atë që u thye. Artani shtrëngoi dorën e Teftës, mirënjohës për ato fjalë. Do të luftoj, Tefta. Deri në fund. Dielli po linte kur telefoni i Artanit ra. Ishte kujtimi, zëri i tensionuar. Doktor, kemi një problem. Genci ka ngritur një padi në gjykatë. Ai pretendon se Sofia është vajza e tij, se është rrëmbyer në lindje nga Anila dhe se ka të drejtën atërore mbi të. Ai ka avokat të shtrenjtë, dokumente të falsifikuara që provojnë atësinë, dëshmitar të blerë. Ai ka vepruar para nesh, doktor. Dhe gjyqtarja që ka marrë çështjen është e njohur për ndjekjen e ligjit fjalë për fjalë, pa marrë shumë parasysh anën emocionale. Artani ndjeu tokën të ikte. Mund ta bëj këtë? Mund të pretendoj thjesht atësinë pas kaq vitesh? Teknikisht, nëse provon se është babai biologjik dhe nëse pretendon se nëna ishte e paqëndrueshme, se e braktisi fëmijën, po. Dhe më keq, ai po kërkon kujdestari emergjente, duke pretenduar se vajza është në situatë të parregullt në shtëpinë tuaj, pa dokumentacion të duhur. Seanca është sot pasdite në orën 3. Sot? Por Anila arrin vetëm në mëngjes. E di, doktor. Prandaj duhet të veprojmë shpejt. Shumë shpejt. Artani e mbylli telefonin dhe i ra tryezës me grusht duke trembur Teftën. Zemërimi dhe dëshpërimi luftonin brenda tij. Genci kishte luajtur piset, kishte përdorur të gjitha burimet që një njeri i pasur dhe pa skrupuj mund të përdorë. Dhe tani, Artani kishte më pak se 12 orë për të ndërtuar një mbrojtje. Ai u ngjit me vrap në zyrë, zgjoi të gjithë avokatët që kishte punësuar, organizoi një takim urgjent. E gjithë shtëpia u zgjua me lëvizjen. Valbona u shfaq, fytyra e zbet por e vendosur, gati për të dhënë dëshminë e saj. Petriti u ofrua të shkonte me ta në gjykatë. Tefta premtoi të kujdesej për Sofin ndërsa gjithçka zgjidhej. Në orën 8 të mëngjesit, një furgon ndaloi para vilës. Prej andej doli një grua rreth të 30-tave, e dobët, me flokë të gjatë dhe rrath të zinj të thellë. Anila. Ajo shikoi shtëpinë me një përzierje frike dhe shprese, këmbët i dridheshin ndërsa ngjiste shkallët e hyrjes. Artani e priti te dera dhe për një moment të dy vetëm u pan. Anila kishte të njëjtët sy si Besa, atë melankoli të thellë. Ajo zgjati dorën, por Artani e tërhoqi në një përqafim. Faleminderit, përshpëriti Anila duke qarë. Faleminderit që u kujdese për të. Faleminderit që ishe burri që Besa gjithmonë thoshte se ishe. Nuk ka nevojë të falenderosh, tha Artani. Eja brenda. Sofia po zgjohet tani. Kur hyn në shtëpi, Sofia ishte në hol me pijame, flokët të shpupuritur duke fërkuar sy. Dhe atëherë ajo pa Anilën. Nën e bi mbetën të paralizuara, duke parë njëra tjetrën dhe koha duke i se ndaloi. Anila ra në gjunjë, lotët rridhnin pa kontroll. Sofia? Thiri ajo, zëri i thyer. Vajza ime? Sofia bëri një hap hezitues, pastaj një tjetër dhe pastaj vrapoi. Vrapoi dhe u hodh në krahët e nënës dhe të dyja u përqafuan sikur të donin të shkriheshin në një person të vetëm. Anila e mbante fort duke i puthur majën e kokës, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë, duke përsëritur emrin e saj si një lutje. Më ka marrë malli aq shumë për ty, dashuria ime. Aq shumë. Çdo ditë.
Çdo ditë mendoja për ty, ëndërroja për ty, më fal. Më fal që nuk munda të qëndroja. Sofia qante e kapur pas nënës, pa e kuptuar plotësisht, por duke ndjerë se ai për qafim ishte gjëja më e drejtë në botë. Ishte sikur një pjesë që gjithmonë i kishte munguar më në fund të ishte vendosur në vendin e saj. Artani vëzhgonte gjithçka me lot në sy dhe tefta pranë tij fshinte fytyrën me përparse. Edhe Valbona e ngurtë, kishte sytë e përlotur. Por lumturia zgjati pak. Sepse në orën 10 të mëngjesit 2 përmbarues gjyqësor erdhën me një urdhër. Sofia duhej të çohej në një qendër strehimi të përkohshme deri në seancën e pasdites, kur do të vendosej fati i saj. Artani u përpoq të argumentonte, u përpoq të shpjegonte, por ligji ishte i qartë. Vajza ishte në situatë të parregull. Dhe derisa drejtësia të vendoste, ajo nuk mund të qëndronte aty. Anila u kap nga paniku, duke e kapur Sofin fort. Jo. Nuk do ta merrni. Sapo e gjeta vajzën time. Por përmbaruesit ishin të prerë. Treguan urdhrin, shpjeguan se nuk kishin zgjidhje, se vetëm po zbatonin urdhrat. Sofia filloi të qante, e frikësuar, pa kuptuar çfarë po ndodhte. Artan, të lutem, ju lut Anila. Mos i lër ta marrin. Artani u ndjej i pafuqishëm, një ndjenjë që e urrente. Ai, që gjithmonë kontrollonte gjithçka, që gjithmonë kishte pushtet, tani nuk mund të bënte asgjë për ta parandaluar këtë. Do ta marrim përsëri, premtoi Artani, zëri i prerë pavarësisht dëshpërimin. Në seancën e pasdites do të provojmë gjithçka. Dhe Sofia kthehet në shtëpi. Për ju të dyja. Sofia u mor duke qarë, duke zgjatur krahët e vegjël drejt Anilës dhe Artanit. Tingulli i asaj të qarë jehonte në të gjithë shtëpinë, një tingull që askush aty nuk do ta harronte kurrë. Kur dera u mbyll, Anila u rrëzua në dy sheme, duke dënesur pa kontroll. Artani u ul në gjunjë pranë saj, duke e mbajtur ndërsa ajo shkërmoqej. Nuk mund të dorëzohemi tani, Anila, tha ai. Kemi pak orë. Duhet të përgatitemi. Duhet të luftojmë për të. Anila ngriti fytyrën, sytë të kuq, por me një vendosmëri të egër që po rritej aty. Do të tregoj gjithçka. Do të ekspozoj gjithçka që ai bëri. Nuk kam më frikë. Jo pasi pash vajzën time. Jo pasi e ndjeva atë në krahët e mi përsëri. Seanca u caktua për në orën 3 pasdite në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Artani, Anila, Valbona, Petriti dhe e gjithë ekipi i avokatëve arritën herët të përgatitur për luftën ligjore që do të vinte. Nga ana tjetër, Genci u shfaqi patëmet, me kostum italian, i rrethuar nga 3 avokatë të shtrenjtë, fytyra e modeluar në një maskë shqetësimi të rem atëror. Kur pa Anilën, sytë e tij shkëlqyen me diçka të rrezikshme. Shiko kush vendosi të shfaqet, tha ai, zëri i ulët dhe helmues. Nëna që braktisi vajzën e saj. Anila u drodh, por nuk u tërhoq. Unë nuk e braktisa. Ti më detyrove të ikja. Më kërcënove, më përndoqe. Dhe tani do të paguash për gjithë këtë. Genci qeshi, një tingull pa humor. Do të shohim kush do të paguaj, Anila. Ti kundër meje? Ti, pa para, pa burime, kundër gjithë strukturës që kam unë? Pa çfarë? Seanca filloi dhe ishte brutale. Genci, përmes avokatëve të tij, e pikturoi Anilën si një grua të paqëndrueshme, që kishte mbetur shtatzën dhe pastaj e kishte braktisur fëmijën, duke e lënë në rrugë. Paraqiti dëshmitar të rrem që thoshin se e kishin parë duke lënë Sofin ende foshnjë. Paraqiti raporte psikiatrike të falsifikuara që pretendonin se ajo ishte e paftë të kujdesej për një fëmijë. Por pastaj ishte radha e mbrojtjes. Valbona u ngrit në tribun dhe me zë të prerë tregoi gjithçka. Përdhunimin, kërcënimet, lindjen sekrete, paratë që Genci i paguante për të heshtur. Petriti dëshmoi për kërcënimet që kishte parë. Anila, me lot që rridhnin por me zë të fortë, rrëfeu vitet e arratis, frikën e vazhdueshme, dhimbjen e të qenit larg vajzës. Dhe Artani paraqiti letrat e besës, secila prej tyre një provë e pakundërshtueshme se Genci ishte i rrezikshëm, se kishte manipuluar, kërcënuar dhe shkatëruar jetë. Salla e gjyqit mbeti në një heshtje të rëndë kur gjithçka u zbulua. Gjyqtarja, një grua 60 vjeçare me fytyrë të ashpër, shfletoi dokumentet me vëmendje, lexoi letrat, dëgjoi regjistrimet që kujtimi kishte arritur të siguronte nga biseda komprometuese të Gencit.
Kur mbaroi, hoqi syzet dhe e shikoi Gencin me një përbuzje të qartë. Zoti Basha, do të jem e qartë. Provat e paraqitura këtu jo vetëm që hedhin poshtë pretendimin tuaj për atësi të përgjegjshme, por hapin rrugën për procese penale kundër jush. Për dhunim, detyrim, kërcënime, falsifikim dokumentesh. Lista është e gjatë. Ajo goditi me çekiç. E refuzoi kërkesën për kujdestari emergjente. Vajza Sofia mbetet nën kujdestarinë e përkohshme të zotit Artan Basha, i cili ka treguar se është një mjedis i sigurt dhe i përshtatshëm. Dhe urdhëroi hapjen e një hetimi të plot penal kundër zotit Genci Basha. Genci u zbe. Avokatët e tij u përpoqën të argumentonin, por gjyqtarja i preu me vendosmëri. Mbaroi. Çështja tjetër. Jashtë gjykatës, Anila u rrëzua në krahët e Artanit duke qarë nga lehtësimi. Valbona buzëqeshte, Tefta që kishte ardhur të dëshmonte gjithashtu qante. Petriti shtrëngoi fort dorën e Artanit. Ja dolët, doktor. Ja dolët. Ja dolëm, korrigjoi Artani. Të gjithë ne. Ata shkuan ta merrnin Sofin nga qendra e strehimit dhe kur vajza pa Anilën dhe Artanin bashk, ajo vrapoi me gjithë forcën e këmbëve të saj të shkurtra dhe u hodh në krahët e tyre. Të tre u përqafuan aty në trotuar, ndërsa dielli perëndonte me tone portokalli dhe të kuqe mbi Tiranë, duke pikturuar qiellin si një premtim për një fillim të ri. 3 muaj kaluan që nga ajo seancë që ndryshoi gjithçka. Vjeshta erdhi e butë në Tiranë duke pikturuar pemët e bllokut me tone të arta dhe të kuqëremta, sikur vetë natyra të festonte fillimet e reja që po ndodhnin në atë vilë që më parë ishte vetëm e madhe dhe e zbrazët, por që tani pulsonte me jetë. Sofia zgjoi çdo mëngjes në dhomën që Artani e kishte dekoruar posaçërisht për të lyer me rozë të çelët me yje të artë në tavan, që shkëlqenin në errësirë kur ajo fikte dritën. Dhoma ishte pranë dhomës së Anilës dhe shumë net Sofia ende zgjohej në mesnatë, e friksuar nga makthet e rrugëve dhe vraponte te krevati i nënës. Anila kur nuk ankoi. Thjesht hapte krahët dhe e mbante derisa gjumi të kthehej, duke i përshpëritur fjalë dashurie dhe mbrojtjeje që përpiqeshin të fshinin vitet e mungesës së detyruar. Atë mëngjes të veçantë të prillit, Sofia u zgjua ndryshe. Nuk vrapoi në dhomën e nënës. Nuk pa makt. Për herë të parë që kur kishte ardhur në atë shtëpi, ajo u zgjua e qetë, me një buzëqeshje në fytyrë dhe zbriti shkallët duke i kërcyer 2 nga 2, flokët e lëshuar i fluturonin pas. Mirëmëngjes, Tefta. Bërtiti ajo kur hyri në kuzhinë dhe u hodh në krahët e kuzhinieres. Tefta qeshi, atë të qeshurën e këndshme që e mbushte kuzhinën me ngrohtësi. Mirëmëngjes, princesha ime. Je zgjuar kaq e gëzuar kaq herët? Sot është ditë e veçantë. Njoftoi Sofia, syt i shkëlqenin. Vjen teto Elira. Elira. Vajza e Artanit që ishte kthyer nga Roma 2 javë më parë, pas 3 vitesh që jetonte jashtë. Ribashkimi mes babait dhe bijes kishte qenë i tensionuar në fillim, plot me heshtje dhe fjalë të pathëna, por Sofia, me pafajësinë dhe gëzimin e saj ngjitës, kishte qenë ura që u duhej. Elira, në moshën 23 vjeçare, ishte dashuruar menjëherë me vajzën dhe tani vinte çdo ditë për të kaluar kohë me gjysmë motrën që kur nuk e kishte imagjinuar se do ta kishte. Artani hyri në kuzhinë në atë moment, tashmë i veshur për punë, por me një buzëqeshje të relaksuar që nuk e kishte pasur prej vitesh. Që kur Sofia hyri në jetën e tij, ai kishte ndryshuar. Punonte më pak, buzëqeshte më shumë dhe për herë të parë që kur besa iku, i lejonte vetes të ishte i lumtur pa faj. Mirëmëngjes, njerëz, tha ai, duke i puthur majën e kokës Sofis. Fjete mirë, vogëlushe? Fjeta. Dhe nuk pash asnjë makth. Njoftoi Sofia, krenare për veten. Artani shkëmbeu një shikim të emocionuar me Anilën, e cila sapo kishte hyrë në kuzhinë. Ky ishte një moment historik i rëndësishëm. Për herë të parë, Sofia kishte kaluar një natë të tërë pa fantazmat e së kaluarës që e përndiqnin. Anila kishte ndryshuar gjithashtu. Flokët i kishte prerë në një stil modern, syt i kishin rifituar shkëlqimin dhe dobësia e sëmur i kishte lënë vendin një pamjeje të shëndetshme. Ajo punonte tani si infermiere vullnetare në një klinikë komunitare që Artani e kishte ndihmuar të financojë, duke gjetur qëllim në kujdesin për njerëz të tjerë që, si ajo, kishin kaluar situata të vështira. Marrëdhënia mes Anilës dhe Artanit ishte komplekse, por e bukur. Nuk ishte romantike, të paktën jo ende, por kishte një bashkëpunim të thellë, një partneritet që shkonte përtej të dukshmes.
Ata ishin bashkëprindër të Sofis, por ishin edhe miq, të bashkuar nga kujtimi i besës dhe nga vendosmëria për t'i dhënë Sofis fëmijërinë që meritonte. Ndërsa hanin mëngjes bashk, Sofia tregonte e emocionuar për vizatimin që kishte bërë në shkollë, për mësuesen që i kishte lavdëruar leximin, për shoqen e re që kishte bërë. Çdo fitore e vogël festohej si një mrekulli në atë shtëpi, sepse të gjithë aty e dinin se sa larg kishte arritur Sofia që nga ajo natë e akullt e Krishtlindjeve. Genci, nga ana tjetër, kishte rënë në humner të plotë. Hetimi penal përparonte dhe viktima të reja ishin shfaqur, gra që ai kishte kërcënuar dhe manipuluar për gjatë viteve. Kompania kishte prerë të gjitha lidhjet me të dhe reputacioni i tij ishte shkatëruar. Ai do të përballej me gjykim së shpejti dhe provat ishin dërmuese. Artani nuk ndjente keqardhje. Ndjente drejtësi. Valbona ende punonte në shtëpi, por tani si pjesë e familjes, jo më si një punonjëse e thjeshtë. Ajo ishte bërë një lloj gjysheje për Sofin, duke i mësuar gjëra që i kishte mësuar nga nëna e saj, duke i treguar histori të vjetra, duke u kujdesur për të me një butësi që askush nuk e imagjinonte se e posedonte. Paratë që Genci i kishte paguar, ajo i kishte dhuruar tërësisht institucioneve që ndihmonin gratë viktima të dhunës, në një përpjekje për shpengim që, megjithse nuk e fshinte të kaluaren, ndihmonte në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë. Petriti vazhdonte të kujdesej për kopshtin, por tani kishte një ndihmëse të veçantë. Sofia adhuronte të gërmonte në tokë me të mbillte lule, të uiste bimën. Kopshtari i mësonte për durimin, për mënyrën se si gjërat e mira kërkojnë kohë për të arritur, për mënyrën se si duhet të kujdesesh me dashuri për të parë rezultatet. Dhe Sofia, me mençurinë e saj fëminore, e kuptonte në mënyrë të përsosur. Atë pasdite, kur Elira arriti, duke sjellë dhurata dhe përqafime, e gjithë shtëpia u mbush me të qeshura. Dy motrat luajtën në kopsht, duke vrapuar mes trëndafilave, më e madhja duke shtirur se nuk arrinte ta kapte më të voglën, duke e lënë Sofin të fitonte dhe të festonte sikur të kishte pushtuar botën. Artani dhe Anila vëzhgonin nga veranda, ulur krah për krah, dhe Anila tha me zë të ulët, faleminderit. Për gjithë këtë. Që i dhe asaj atë që unë nuk munda t'i jepja. Artani tundi kokën. Ti dhe asaj gjën më të rëndësishme, Anila. Ti dhe asaj veten tënde. Dashurin tënde. Guximin tënd për t'u kthyer edhe pse me frikë. Kjo vlen më shumë se çdo gjë që unë mund të ofroja. Anila buzëqeshi dhe për herë të parë në vite ishte një buzëqeshje e plotë, pa hije. E di, Besa më tha një herë se ti ishe njeriu më i ndershëm që ajo njihte. Se kishe një zemër të madhe të fshehur pas gjithë atyre mureve. Ajo kishte të drejtë. Ajo gjithmonë kishte të drejtë për njerëzit. Artani ndjeu sytë t'i digjinin. Ajo më la një dhuratë, e di? E la Sofin të më gjente pikërisht kur kisha më shumë nevojë. Kur isha aq i humbur sa nuk dija më si të kthehesha në jetë. Sofia më shpëtoi po aq sa unë e shpëtova atë. Ata heshtën për një moment duke vëzhguar vajzat që luanin dhe kishte paqe në atë heshtje. Një paqe që vinte nga betejat e fituara, nga plagët e shëruara, nga faljet e dhëna dhe të pranuara. Atë natë, Artani organizoi një darkë të veçantë. Ftoi Teftën dhe Petritin të uleshin në tryez me ta, jo si punonjës, por si familje. Sepse kjo ishin ata. Familje e zgjedhur, familje e ndërtuar jo nga gjaku, por nga dashuria dhe besnikëria. Tryeza ishte e bukur, plot me ushqime të shijshme, lule të freskëta, qirim të ndezur. Sofia ul mes Anilës dhe Elirës, rrezatuese nga lumturia që ishte e rrethuar nga kaq shumë dashuri. Valbona, ulur pranë Petritit, buzëqeshte më shumë se sa kushdo e kishte parë të buzëqeshte në vite. Para se të fillonin të hanin, Artani u ngrit duke mbajtur një gotë lëngu, pasi Sofia ishte e pranishme dhe ata kishin rënë dakord të bënin një dolli pa alkool që ajo të mund të merrte pjesë. Dua të bëj një dolli, tha ai, zëri i emocionuar. Një dolli për Sofin që na mësoi se familja nuk është vetëm për ata që të dhanë jetën, por për ata që zgjedhin të qëndrojnë kur jeta bëhet e vështirë. Një dolli për Anilën që pati guximin të kthehej dhe të luftonte për vajzën e saj. Një dolli për të gjithë ne që mësuam se dashuria e vërtet do të thotë të mbrosh, të kujdesesh dhe të mos dorëzohesh kurrë. Të gjithë ngritën gotat dhe Sofia me zërin e saj të qartë shtoi, dhe një dolli për Teto Besën që është në qiell por që e di se është e lumtur duke na parë ne. Pati një heshtje të emocionuar. Artani ndjeu një lot të rrite, por ishte një lot i mirë, mirënjohjeje.
për besën, thanë të gjithë bashk dhe trokitën gotat. Gjatë darkës, Sofia tregoi një histori që i bëri të gjithë të qeshnin. Ajo fliste për një djalë në shkollë që i kishte tërhequr flokët dhe ajo, në vend që të qante, i kishte thënë se flokët nuk ishin për t'u tërhequr, por për t'u krejur. Dhe djali ishte ndjer aq në siklet sa i kishte kërkuar falje. Tefta duar trokiti, duke thënë se Sofia po bëhej një grua e fortë që dinte të mbrojej pa pasur nevojë për dhunë. Elira, nga ana e saj, njoftoi se kishte vendosur të kthehej përfundimisht në Shqipëri. Roma ishte e bukur, por vendi i saj ishte aty, pranë babait, pranë Sofis. Ajo kishte projekte, donte të punonte me Artanin në kompani, por gjithashtu donte të ngrinte një institut që ndihmonte fëmijët në situata të vështira. Sepse Sofia i kishte treguar se një jetë e vetme e shpëtuar mund të transformojë të gjithë botën. Artani shikoi vajzën me krenari. Elira ishte rritur, ishte pjekur, dhe më në fund ata po rindërtonin urën që zia e besës e kishte thyer. Pas darkës, kur Sofia ishte tashmë e përgjumur, Anila e çoi në dhomë. I bëri dush, i veshi pishamet me një brirësh që ishin të preferuarat e vajzës dhe e shtriu në krevat. Sofia mbajti dorën e nënës, sytë tashmë po i mbylleshin nga gjumi. Mami, murmuriti ajo, do të qëndrosh këtu gjithmonë, apo jo? Nuk do të ikësh përsëri? Anila i puthi ballin, zemra i shtrëngoi. Do të qëndroj gjithmonë, dashuria ime. Gjithmonë. Pavarësisht se çfarë ndodh, unë do të jem këtu. Premtoj. Sofia buzëqeshi, e kënaqur, dhe ra në gjumë në sekonda, e sigurt në dashurinë që e rrethonte. Kur Anila doli nga dhoma, gjeti Artanin në korridor. Ai ishte mbështetur në mur, duke pritur, dhe kishte diçka ndryshe në shikimin e tij. Diçka që Anila kishte filluar ta vinte re javët e fundit, por që asnjëri prej tyre nuk kishte guxim ta emërtonte. Po fle? Pyeti ai me zë të ulët. Po. Dhe e lumtur. Anila buzëqeshi. Artan, unë doja të falenderoja. Përsëri. Për gjithçka. Që ishe familja që ajo kishte nevojë kur unë nuk munda të isha këtu. Artani bëri një hap më afër dhe kishte një butësi në shikimin e tij që bëri zemrën e Anilës të përshpejtohej. Anila, e di që Sofia nuk është e vetmja që gjeti një familje këtu, apo jo? Edhe ti je pjesë e gjithë kësaj. Dhe unë nuk mund ta imagjinoj më këtë shtëpi pa ty. Anila ndjeu lotët t'i ngjiteshin. As unë, Artan. Unë kam frikë ta them këtë, ta prish atë që kemi, por ti e bërë shumë i rëndësishëm për mua. Jo vetëm si baba i Sofis, por si person. Si burr. Si mik. Ajo ndaloi, pa guxim të përfundonte. Artani i mbajti fytyrën me delikatesë. Si çfarë, Anila? Përfundoi fjalin. Anila mori frym thellë. Si dikush që unë mund ta doja. Nëse ti do të më lejoje. Nëse nuk do të ishte çmenduri e madhe. Artani buzëqeshi, atë buzëqeshjen e bukur që besa gjithmonë e donte dhe që tani shkëlqente për një grua tjetër që meritonte të duhej. Nuk është çmenduri, Anila. Është gjëja më e drejtë që kam ndjerë në vite. Dhe ai e puthi, butë, me respekt, plot me premtime. Ishte një puthje e një fillimi të ri. Një puthje që nuk e fshinte të kaluarën, por që e nderonte atë. Sepse besa i kishte bashkuar të dy, kishte krijuar këtë histori dhe në një farë mënyre, kudo që të ishte, Artani e dinte se ajo ishte e lumtur. Muajt që pasuan ishin të shërimit dhe ndërtimit. Artani dhe Anila filluan një marrëdhënie ngadalë, duke respektuar kohën e Sofis, duke u siguruar se ajo e kuptonte dhe e pranonte. Dhe Sofia, me mençurinë e një fëmije që ka parë shumë, e përqafoi atë dashuri me gëzim. Sepse ajo e kuptonte se dashuria nuk është një burim i kufizuar. Sa më shumë dashuri ka, aq më shumë dashuri mund të ekzistojë. Elira u bë motra më e madhe e përsosur, mbrojtëse por argëtuese, duke i mësuar Sofis për jetën ndërsa mësonte nga qëndrueshmëria e vajzës. Ato u bën të pandashme dhe Artani shpesh i gjente duke qeshur bashkë për ndonjë shaka të brendshme, duke komplotuar për ndonjë surprizë për të ose Anilën. Shtëpia që më parë ishte një mauzole i kujtimeve të trishta ishte shndërruar në shtëpi. Një shtëpi e zhurmshme, plot me të qeshura, me debate të kota se cilin film të shihnin, me darka familjare ku të gjithë flisnin në të njëjtën kohë. Me mëngjese dembele të së dielës ku Sofia kërcente në krevatin e Artanit dhe Anilës duke kërkuar petulla.
Tefta vazhdonte të gatuante, por tani me më shumë gëzim, sepse të gatuash për njerëz të lumtur është krejtësisht ndryshe nga të gatuash nga detyrimi. Petriti mbolli një kopsht të veçantë për Sofin, plot me lule shumë ngjyrëshe dhe një lisharse të varur në pemën më të vjetër, ku vajza kalonte orë të tëra duke lexuar librat që Elira i blinte. Valbona, në një pasditë dimri, u ul me Anilën dhe, për herë të parë, i kërkoi falje me të vërtetë. I kërkoi falje që kishte heshtur, që kishte pranuar para nga Genci, që kishte qenë bashkëpunëtore edhe pse pasivisht. Dhe Anila, e cila kishte mësuar se falja çliron atë që fal më shumë se atë që falet, e përqafoi ekonomin dhe i tha se e kaluara ishte e kaluar, dhe se ajo që kishte rëndësi ishte kush zgjidhnin të ishin që nga ai moment. Në gjykimin e Gencit, që u mbajt gati një vit pas asaj nate krishtlindjesh, ai u dënua me 15 vjet burg për përdhunim, detyrim, kërcënime dhe një sër krimesh të tjera që u zbuluan gjatë hetimit. Artani dhe Anila nuk shkuan në gjykim. Nuk kishin nevojë. Drejtësia ishte vënë në vend dhe ata ishin tepër të zënë duke ndërtuar të ardhmen për të lidhur me të kaluarën. Sofia rritej e fortë dhe e lumtur. Shkonte mirë në shkollë, bënte miq me lehtësi dhe sa herë që dikush e pyeste për familjen e saj, ajo thoshte me krenari: "Unë kam një nën që është më trimja në botë, një njerëz që më shpëtoi, një motër që është shoqja ime më e mirë. Dhe një tufë njerëzish që më duan. Unë jam vajza më me fat në Shqipëri." Dhe ishte e vërtetë. Në një natë të ngrohtë dhjetori, saktësisht një vit pas asaj nate krishtlindjesh që ndryshoi gjithçka, e gjithë familja ishte mbledhur në kopsht. Artani kishte organizuar një festë të vogël, vetëm për njerëzit që kishin vërtet rëndësi. Kishte drita të varura në pemë, muzikë e lehtë që luej, një tryez plot me ushqime të shijshme. Sofia, tani 6 vjeçe, vraponte nëpër kopsht me energji të pafund, duke ndjekur xixëllonjat, duke qeshur në atë mënyrën që vetëm fëmijët e lumtur dinë të qeshin. Elira vraponte pas saj, duke shtirur se ishte një përbindësh, duke e bërë vajzën të bërtiste nga gëzimi. Artani dhe Anila ishin ulur në një stol druri, duke vëzhguar gjithçka, të kapur për dorë. Artani shikoi gruan pranë tij, këtë grua që kishte hyrë në jetën e tij përmes rrethanave të pamundura, por që tani ishte pjesë thelbësore e saj, dhe tha: "E di çfarë mësova këtë vit?" Anila u kthye nga ai, kurioze. "Çfarë?" "Që jeta ka një mënyrë të çuditshme për të rregulluar atë që është thyer. Ne humbasim, por gjithashtu fitojmë. Ne vuajmë, por gjithashtu shërohemi. Dhe ndonjëherë, fundi i lumtur nuk është ai që kemi imagjinuar, por është pikërisht ai që na duhej." Anila buzëqeshi, duke mbështetur kokën në shpatullën e tij. Besa e dinte këtë. Ajo e orkestroi gjithë këtë, apo jo? Ajo e dinte se Sofia do të na bashkonte, se do të sillte dritë në këtë shtëpi përsëri, se do të shëronte ty po aq sa do ta shpëtonte atë. Artani i puthi majën e kokës Anilës. Ajo e dinte. Dhe unë jam përjetësisht mirënjohës asaj. Që më dha ty dhe Sofin. Që më tregoj se mund të doja përsëri, se mund të isha familje përsëri, se mund të isha i lumtur përsëri. Në atë moment, Sofia vrapoi drejt tyre, duke u hedhur në prerin e Artanit me forcë. "Shiko, babi," tha ajo, dhe fjala babi doli aq natyrshëm sa bëri zemrën e Artanit pothuajse të shpërthente nga emocioni. "Kapa 5 xixëllonja." 5. Artani e përqafoi fort vajzën, duke thithur erën e shampos me lule shtrydhe që Anila përdorte tek ajo. "Ti je e mahnitshme, vogëlushe. E mahnitshme." Sofia u kthye nga Anila dhe e përqafoi edhe nënën, duke krijuar një sanduiç përqafimi mes të treve. "Ju dua," tha ajo thjesht, me atë sinqeritetin e papërpunuar që vetëm fëmijët e posedojnë. "Dhe ne të duam më shumë," than Anila dhe Artani bashkë. Elira bëri një foto të atij momenti dhe pastaj ua tregoi Teftës, Petritit dhe Valbonës që ishin ulur në një tryez afër, të gjithë me sy të përlotur nga emocioni. "Kjo foto," tha Elira, "do të qëndrojë në sallon. Që ne të mos harrojmë kur se familja ka të bëjë me zgjedhjen për të qëndruar, për të dashur, për të luftuar. Jo për gjakun. Për zemrën." Nata vazhdoi mes të qeshurave, historive, planeve për të ardhmen. Artani njoftoi se do të reduktonte edhe më shumë orët e tij të punës për të kaluar më shumë kohë me familjen. Anila foli për një projekt të ri në klinikën komunitare. Elira ndau planet për institutin që po ngrinte.
Sofia vetëm dëgjonte gjithçka, duke thithur atë dashuri, atë siguri, duke e gdhendur në kujtesë për të mos harruar kurrë si është të kesh një shtëpi të vërtetë. Kur festa mbaroi dhe të gjithë shkuan të flinin, Artani mbeti vetëm në kopsht për disa minuta. Shikoi qiellin e yllëzuar dhe pëshpëriti, faleminderit, Besa. Për gjithçka. Që besove tek unë. Që më dhe shansin të bëhesha baba përsëri, të doja përsëri, të jetoja përsëri. Shpresoj të jesh krenare. Shpresoj që, kudo që të jesh, ta dish se e mbajta premtimin. Sofia është e sigurt. E dashur. E lumtur. Dhe unë gjithashtu. Një fllad i lehtë fryu duke tundur gjethet e pemëve dhe Artani buzëqeshi. Ishte sikur Besa po thoshte, e di. Dhe jam e lumtur. Ai hyri në shtëpi, unë gjit ngadalë shkallëve dhe ndaloi te dera e dhomës së Sofisë. Vajza flinte thellë, arushi i përqafuar, një buzëqeshje e vogël në fytyrë. Anila ishte ulur në një karrige pranë krevatit, vetëm duke vëzhguar vajzën të flinte, sikur ende të mos besonte se kjo ishte e vërtetë. Artani ul pranë saj dhe të dy qëndruan aty në heshtje, vetëm duke vëzhguar atë vajzë që kishte ndryshuar gjithçka. Atë vajzë që kishte trokitur në një derë në natën e Krishtlindjeve duke kërkuar ushqim dhe që kishte gjetur shumë më tepër se kaq. Kishte gjetur familje. Kishte gjetur dashuri. Kishte gjetur shtëpi. Dhe ndërsa Sofia ndëronte për xixëllonja dhe kopshte plot me lule, ndërsa Anila dhe Artani ruanin gjumin e saj, ndërsa e gjithë shtëpia merrte frym paqe dhe kënaqësi, një e vërtet konsolidohej, disa histori nuk fillojnë në mënyrë të bukur. Por kjo nuk i pengon të përfundojnë me një fund të lumtur. Sepse fundi i lumtur nuk ka të bëjë me përsosmërinë. Ka të bëjë me shërimin. Ka të bëjë me fillimet e reja. Ka të bëjë me gjetjen e dritës edhe pas shumë errësire. Ka të bëjë me zbulimin se, pavarësisht sa i thyrje, gjithmonë është e mundur të ringrihesh me ndihmën e njerëzve të duhur. Dhe në atë shtëpi në blok, në atë familje të arnuar por të plot, fundi i lumtur nuk ishte vetëm një mundësi e largët. Ishte realiteti i jetuar çdo ditë, në çdo përqafim, në çdo të qeshur, në çdo të dua të pëshpëritur para gjumit. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Sofisë, Artanit dhe Anilës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dashurie, guximi dhe fillimesh të reja, klikoni butonin e pëlqimit, abonoheni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte guximi i Anilës? Transformimi i Artanit? Qëndrueshmëria e Sofisë? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se pavarësisht sa i vështirë është fillimi, gjithmonë ka shpresë për një fund të lumtur. Ju presim në episodin e ardhshëm, me më shumë histori që do t'ju emocionojnë, frymëzojnë dhe do t'ju bëjnë të besoni se dashuria e vërtetë gjithmonë fiton.